Milioneri kishte frikë madje edhe nga një prekje e thjeshtë. Emra e tij ishte një mur i mbyllur. Doktoria ja rregulloi kravatën. Preku aty ku askush nuk kishte arritur kurrë. Tani më thoni në komente se çfarë ndjesish ju zgjoi kjo skenë. Dhe abonohuni menjëherë në kanal sepse fundi është për të qarë fshehurazi. Qyteti i Tiranës zgjohej si gjithmonë, shtresë pas shtrese. Së pari furtarët, pastaj shoferët e autobusëve, më pas drejtorët e nxituar dhe shitësit ambulant. Trafiku formohej si një gjarpër i pafund përgjatë hunazës së madhe, dhe pallatet me xhama pasqyronin një qiell që rrallëherë ishte plotësisht blu. Në maj të një prej këtyre ndërtesave tregtare, në një zyrë të veshur me xham me pamje të privilegjuar nga parku i madh i liçenit artificial, Besian Kodra firmoste kontrata me të njëjtin precizion me të cilin merrte frymë. Metodik. I kontrolluar. I pa të medh. Besiani nuk ishte thjesht një tjetër biznesmen i suksesshëm. Ai ishte një pikë referimi. Emri i tij shfaqej në revista të specializuara, në panele debatesh ekonomike, në listat e njerëzve më me ndikim në vend. Në moshën 43 vjeçare, ai drejtonte një konglomerat që përfshinte teknologjinë, infrastrukturën dhe investimet strategjike. Pasuria e tij vlerësohej me shifra që shumica e njerëzve nuk do t'i shqiptonin dot pa u ngatëruar me zero. Por ajo që të linte mbresa nuk ishin vetëm paratë. Ishte qëndrimi. Vendosmëria. Aftësia për të kaluar çdo negociat pa lëvizur qerpikun, pa hezituar, pa treguar asnjë të qartë të vetme dobësie. Kush e shihte nga larg, e admironte. Kush e shihte nga afër, e respektonte me një fije frike. Sepse Besian Kodra njihej edhe për diçka tjetër përveç kompetencës së tij, ai ishte i paprekshëm. Fjalë për fjalë. Askush nuk i shtrëngonte dorën. Askush nuk i vinte dorën në shpatull. Askush nuk guxonte ta përqafonte për përshëndetje. Ekipi i tij e dinte këtë. Ortakët e tij e dinin këtë. Madje edhe gazetarët që e intervistonin merrnin një udhëzim paraprak, asnjë lloj afrimi fizik. Ishte një rregull i pashkruar, por absolutisht i respektuar. Disa mendonin se ishte një tek pasanikësh. Të tjerë imagjinonin se ishte mani pastërtie. Pak e dinin të vërtetën. Dhe Besiani e preferonte kështu. E vërteta ishte se fërkimi i thjeshtë i një dore të panjohur në krahun e tij shkaktonte një reagim të brendshëm të dhunshëm. Nuk ishte neveri. Nuk ishte arrogancë. Ishte panik i pastër, instinktiv, i pakontrollueshëm. Një val që ngrihej nga stomaku, shtrëngonte gjoksin dhe ngrinte çdo muskull të trupit. Nga jashtë, ai ruante qetësinë. Nga brenda, shembej. Dhe kjo ndodhte që kur ai mbante mend. Ose më mirë që kur një kujtim specifik ishte bërë hija e të gjithë të tjerëve. Atij nuk i pëlqente të mendonte për këtë. Në fakt, e kishte ndërtuar gjithë jetën e tij si i rritur rreth idesë për të mos menduar për këtë. Punë e vazhdueshme. Agjendë e ngjeshur. Mbledhje të pafundme. Çdo gjë që i zinte mendjen dhe largonte heshtjen. Sepse në heshtje, kujtimet vinin. Dhe me to, ndjesia se lëkura e tij nuk i përkiste. Vila ku jetonte Besiani ndodhej në një kompleks të mbyllur në zonën e liçenit të thatë, e rrethuar nga mure të larta dhe kamera sigurie. Ishte një ndërtesë moderne, e pastër, me linja të drejta dhe ambiente të gjera. Gjithçka e planifikuar nga një arkitekt i njohur që ndoqi me përpikëri udhëzimet e klientit, asgjë e tepërt, asnjë objekt i panevojshëm, asgjë që kërkonte mirëmbajtje të vazhdueshme. Rezultati ishte një hapësirë teknikisht perfekte, por emocionalisht e zbrazët. Dukej më shumë si një ekspozit reviste arredimi se sa një shtëpi. Dhe ndoshta ishte pikërisht kjo që Besiani donte. Një vend ku asgjë nuk e prekte. As fizikisht, as emocionalisht. Ai jetonte vetëm. Gjithmonë kishte jetuar vetëm. Kishte pasur lidhje gjatë viteve, sigurisht, por të gjitha të shkurtra dhe strategjikisht sipërfaqësore. Gra inteligjente, të bukura, të pavarura. Darka elegante, biseda stimuluese, net që mbaronin me justifikime të sjellshme. Besiani kur nuk lejonte askënd të flinte në shtëpinë e tij. Kur nuk lejonte intimitet të vërtetë. Dhe kur dikush fillonte të afrohej shumë, ai thjesht largohej. Me elegancë, por me vendosmëri. Nuk kishte vend për përjashtime.
Ekipi i shërbimit që kujdesej për vilën ishte i reduktuar dhe jashtëzakonisht i mirë trajnuar. 3 punonjës fiks, një shofer, një kuzhiniere dhe një shtëpiake. Të gjithë i dinin rregullat. Asnjë bisedë përtej asaj të nevojshmes. Asnjë prekje, madje as për të rregulluar një kravatë apo për të dorëzuar një objekt direkt në dorë. Gjithçka lihej mbi sipërfaqe. Gjithçka bëhej me distancë respekti. Dhe të gjithë paguheshin shumë mirë për këtë diskrecion. Por shtëpiakja, zonja Lirie, një grua rreth të 60-tave që punonte për Besianin prej gati një dekade, kishte kërkuar leje për arsye shëndetësore. Asgjë serioze, vetëm një operacion në gjuhë që do të kërkonte pushim. Besiani nuk e kundërshtoi. Autorizoi lejen mjekësore dhe udhëzoi Agjencinë e Burimeve Njerëzore të punësonte një zëvendësuese të përkohshme. Dik me referenca të mira, përvoi në shtëpi të standardit të lartë dhe, mbi të gjitha, që dinte të ndiqte udhëzimet pa bërë pyetje. Kështu hyri Elira Deda në jetën e Besian Kodrës. Ajo mbërriti një mëngjes të martë, saktësisht në orën 8, siç ishte rënë dakord. Shoferi e priti te porta dhe e çoi deri te hyrja anësore e shtëpisë, ku zakonisht hynin punonjësit. Elira kishte me vete një valixhe të vogël, pasi do të flinte në dhomën e shërbimit gjatë ditëve të javës dhe një çantë krahu prej cope të vjetëruar. Kishte veshur xhinse të errëta, një bluzë të bardhë të thjeshtë dhe atlete të rehatshme. Flokët gështenjë të lidhur bisht poshtë. Fytyrë pa grim. Pamje diskrete, pothuajse e padukshme. Pikërisht lloji i profilit që agjencia e dinte se Besiani i preferonte. Zonja Lirie, para se të largohej, kishte lënë një fletore me udhëzime të detajuara. Elira i lexoi të gjitha me vëmendje. Orët e pastrimit. Preferencat ushqimore të pronarit. Protokollet e sigurisë. Dhe, e theksuar me shkronja të mëdha, kur mos e prekni zotin Kodra. Mbajeni gjithmonë distancën fizike. Në rast nevoje për të dorëzuar objekte, lërini më bëj sipërfaqe. Elirës nuk ju duke çuditshme. Kishte punuar edhe më parë në shtëpi me rregulla të rrepta. Disa zonja shtëpie kishin manitë e tyre specifike. Disa pronar ishin obsesiv me organizimin. Ishte pjesë e punës të përshtateshme. Dhe ajo kishte nevojë për këtë punë. Shumë nevojë. Në moshën 31 vjeçare, Elira mbante një histori që preferonte të mos e ndante. I kishte humbur prindërit në moshë të re, në një aksident rrugor që kishte lënë gjithashtu pasoja të thella emocionale të vëllai i saj i vogël, i cili që atëherë jetonte në trajtim psikiatrik në një klinikë të specializuar. Elira e mbante trajtimin e tij e vetme. Çdo lek kishte rëndësi. Çdo punë e përkohshme ishte një rast shpëtimi. Ajo nuk e kishte luksin të ishte kërkuese. Pranonte çfarë i dilte, bënte më të mirën që mundej dhe vazhdonte përpara. Gjithmonë përpara. Por kishte diçka te Elira që e dallonte. Një ndjeshmëri e heshtur. Një aftësi për të kuptuar atë që nuk thuhej. Ndoshta ishte sepse kishte kaluar kaq shumë kohë duke u kujdesur për vëllan, duke mësuar të lexonte krizat e tij para se të ndodhnin, duke deshifruar heshtjet e tij. Ose ndoshta ishte thjesht pjesë e asaj që ishte. Elira kuptonte dhimbjen e heshtur. Dhe prandaj respektonte dhimbjen e të tjerëve. Takimi i parë mes Elirës dhe Besianit ndodhi në fund të pasdites së asaj dite. Ai mbërriti nga zyra rreth orës 7 të mbrëmjes, si zakonisht. Hyri nga garazhi, u ngjit direkt në dhomë, ndërroi kostumin me rroba të rehatshme dhe zbriti për darë. Elira kishte përgatitur gjithçka sipas udhëzimeve të fletores, sallatë jeshile, peshk i pjekur në zgar, perime në avull. Gjithçka e vendosur në tryezën e verandës me xhama që shikonte nga kopshti i brendshëm. Ajo ishte në kuzhinë kur dëgjoi hapat e tij. Ndaloi atë që po bënte dhe priti, e palvizur. Besiani hyri në ambient, e shikoi shkurtimisht dhe tundi kokën. Një përshëndetje e thatë, protokollare. Elira ia ktheu gjestin. Mirëmbrëma, zoti Kodra. Mirëmbrëma. Zëri i tij ishte i thellë, i kontrolluar. Ai nuk buzëqeshi. Nuk e pyeti për emrin, megjithse me siguri e dinte. Thjesht u kthye dhe eci drejt verandës. Elira i u kthye punës së saj. Vuri në vend enët e përdorura, pastroi banakun, fiku zjarrin. Bëri gjithçka në heshtje. Dhe kur mbaroi, u tërhoq në dhomën e shërbimit.
Në ditët në vijim, rutina u vendos. Besiani dilte herët, kthehej vonë. Elira kujdesej për shtëpinë me efikasitet diskret. Pastronte, organizonte, përgatiste ushqimet. Gjithçka pa zhurmë të panevojshme. Gjithçka pa pushtuar hapësira. Ajo vinte re gjëra. Detaje të vogla. Mënyrën se si Besiani e linte gjithmonë filxhanin e kafes për gjysmë. Si e shmangte divanin e sallonit dhe preferonte të punonte në bibliotekë. Si nuk e ndiste kur televizorin. Si tingujt e vetëm që mbushnin shtëpinë ishin hapat e tij dhe ndonjëherë pëshpërima e largët e telefonatave të punës. Kishte një ngurtësi në atë heshtje. Por kishte edhe diçka më shumë. Një trishtim që nuk shfaqej, por që mund të ndihej. Elira e njihte këtë lloj trishtimi. Ishte ai që banonte brenda. Ai që nuk kishte nevojë për lot për të ekzistuar. Një javë pas mbërritjes së saj, Elira ishte në bibliotekë, duke kryer rutinën e pastrimit javor të asaj dhome. Biblioteka ishte një nga ambientet më të bukura të shtëpisë. Raftet prej druri masiv mbulonin 3 mure të tëra, të mbushura me libra të organizuar sipas temës dhe ngjyrës. Kishte një koltuk lëkure pranë dritares, një tavolinë të ulët dhe një abazhur me dizajn minimalist. Gjithçka e pa të merr. Gjithçka pa shenja përdorimi real. Elira kaloi leckën me delikatesë mbi kurrizin e librave. Disa tituj i tërhoqën vëmendjen. Filozofi. Ekonomi e sjelljes. Neuroshkencë. Tema të dendura, komplekse. Por kishte edhe disa libra fikcion. Klasik shqiptar. Ismail Kadare. Dritëro Agolli. Migjeni. Ajo buzëqeshi lehtë kur pa kronik në gur. E kishte lexuar atë libër vite më parë në një moment të vështirë. Kujtonte se si fjalët e Kadares kishin një mënyrë për të prekur vende që askush tjetër nuk i arrinte. Ishte atëherë kur po lëvizte një vëllim më të trash nga një raft i poshtëm, diçka ra në 2 sheme. Një fletore. E vogël, me kapak të fortë blu të errët, me cepat e konsumuar nga koha. Elira u përkul dhe e mori me kujdes. Nuk kishte ndërmend ta hapte, por fletoria i rëshiti nga duart dhe ra e hapur në 2 sheme, duke zbuluar faqe të mbushura me një kaligrafi të vendosur, të pjerët me bojë të zezë. Ajo nuk lexoi. Vetëm pa. Pa që ishin letra. Letra që fillonin të gjitha në të njëjtën mënyrë, Ardian. Elira e mbylli fletoren shpejt dhe e rivendosi në raft, pikërisht aty ku ishte. Ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ajo nuk ishte për të parë. Ajo nuk ishte për askënd për të parë. Dhe megjithatë, imazhi i atyre fjalëve i mbeti i ngulitur në mendje. Ardian. Një emër i përsëritur. Një marrës që me siguri nuk i kishte marrë kur mesazhet. Ajo mbaroi pastrimin në heshtje dhe doli nga biblioteka. Por diçka ndryshoi atë ditë. Elira filloi ta shikonte Besianin ndryshe. Jo me keqardhje, por me mirëkuptim. Sepse edhe ajo kishte letra të padërguara. Edhe ajo kishte fjalë që i kishin mbetur në fyt. Edhe ajo e dinte se çdo të thoshte të mbaje sekrete që peshonin më shumë se çdo bagazh i dukshëm. Besiani, nga ana tjetër, filloi ta vinte re Elirën. Jo në mënyrë të ndërgjegjshme në fillim. Por ai e perceptonte. Perceptonte se si ajo kur nuk bënte zhurmë të panevojshme. Si i linte gjërat pikërisht aty ku i pëlqente atij, pa pasur nevojë t'ia kërkonte. Si ushqimi ishte gjithmonë në temperaturën e duhur, i përgatitur pa teprime, pa erza të forta që e bezdisnin. Si ajo kur nuk përpiqej të niste bisedë. Kur nuk bënte pyetje. Kur nuk pushtonte. Dhe kishte edhe diçka tjetër. Elira gjithashtu e shmangte prekjen. Jo vetëm me të, por në përgjithësi. Besiani e vuri re këtë kur pa mënyrën se si ajo i trajtonte objektet. Me kujdes të tepruar. Sikur çdo gjë të ishte e brishtë. Sikur çdo lëvizje duhej të ishte e llogaritur për të shmangur kontaktin e padëshiruar. Ajo kur nuk përplasej me asgjë. Kur nuk fërkonte dorën me askën. Ishte pothuajse sikur edhe ajo jetonte brenda një fluske të padukshme. Kjo e intrigoi Besianin. Por ai nuk pyeti. Sepse të pyesje do të thoshte të hapej hapësirë që ajo të pyeste gjithashtu. Dhe ai nuk ishte i gatshëm për këtë. Ditët kalonin.
Elira kryente rutinën e saj me të njëjtin efikasitet të heshtur. Zgjoi herët, përgatiste kafen e Besianit, kujdesej për shtëpinë, përgatiste darkën. Natën, tërhiqej në dhomën e saj dhe lexonte. Gjithmonë lexonte. Libra që sillte nga shtëpia. Romane të vjetra, poezi, biografi. Leximi ishte streha e saj. E vetmja hapësirë ku mund të ndjente pa u gjykuar. Besiani, nga ana tjetër, mbante agjendën e ngjeshur. Mbledhje, videokonferenca, udhëtime të shpejta në qytete të tjera. Ai punonte si dikush që arratiset. Dhe ndoshta ishte pikërisht kjo. Arratisje. Sepse kur ndalonte, kur heshtja e shtëpisë e mbështillte, shqetësimi kthehej. Dhe me të, pyetjet që ai nuk donte t'u përgjigjej. Ishte një natë të enjte, gati 3 javë pas mbërritjes së Elirës, që ndodhi diçka ndryshe. Besiani ishte në bibliotekë, ulur në tavolinën e punës, duke rishikuar raporte financiare. Ishte vonë. Kishte kaluar ora 11. Elira duhej të ishte në gjumë. Por ai dëgjoi hapa të lehtë në korridor. Shikoi drejt derës dhe pa siluetën e saj duke kaluar në drejtim të kuzhinës. Disa minuta më vonë, ajo u kthye me një filxhan çaj në duar. Ndaloi në hyrje të bibliotekës, hezituese. Më falni që ju shqetësoj, zoti Kodra. Vura re që ishit ende zgjuar. Përgatita një çaj kamomili. Ndihmon për t'u çlodhur. Do ta lë këtu në komodinën e korridorit. Ajo e vendosi filxhanin mbi një mobilje pranë derës dhe u kthye për të ikur. Elira. Ajo ndaloi. Ishte hera e parë që ai i thoshte emrin. Faleminderit. Elira e shikoi. Një shikim i shkurtër, por që mbarte diçka që Besiani nuk arriti ta deshifronte. Nuk ishte mirënjohje. Nuk ishte habi. Ishte njohje. Sikur ajo e dinte saktësisht se çfarë do të thoshte ajo falënderim. Dhe ndoshta e dinte. S'ka përse, zotëri. Ajo doli. Besiani mbeti duke parë derën e zbrazët për disa sekonda. Pastaj u ngrit, mori filxhanin dhe u kthye në tavolinën e punës. Çaji ishte në temperaturën perfekte. Ai e piu ngadalë, duke ndjerë ngrohtësinë që i zbriste në fyt, duke i çlodhur muskujt e tensionuar të shpatullave. Kishte diçka në atë gjest. Diçka që shkonte përtej funksionit. Elira nuk kishte nevojë ta bënte atë. Nuk ishte pjesë e detyrave të saj të përgatiste çaj për të në mes të natës. Por ajo e bëri. Dhe e bëri me një kujdes që ai nuk ishte mësuar ta merrte. Besiani mbaroi çajin dhe ju kthye raporteve. Por fjalët në ekranin e kompjuterit dukeshin të ngatëruara. Mendja e tij ishte diku tjetër. Po mendonte se sa kohë kishte kaluar që dikush ishte shqetësuar për të. Vërtet. Jo për interes. Jo për detyrim kontraktual. Por për një impuls të sinqert kujdesi. Kjo e bezdisi. Sepse kujdesi kërkonte afërsi. Dhe afërsia ishte territori ndaluar. Në ditët në vijim, Besiani u përpoq të rifillonte distancimin. Shmangu takimet me Elirën më shumë se sa ishte e nevojshme. Filloi të dilte më herët dhe të kthehej më vonë. Hante drek jashtë. Hante darkë në mbledhje. Bënte çdo gjë për të mos qenë në shtëpi në orët kur ajo ishte zgjuar. Por Elira vazhdonte të ishte aty. Gjithmonë diskrete. Gjithmonë e pranishme. Gjithmonë e kujdesshme. Dhe pak nga pak, pa e kuptuar plotësisht asnjëri prej tyre, mes tyre po formohej një gjuhë e heshtur. Një formë komunikimi që nuk kishte nevojë për fjalë. Ajo e dinte kur ai kishte pasur një ditë të vështirë nga mënyra se si e linte kravatën të hedhur mbi krevat. Ai e dinte kur ajo ishte e lodhur nga mënyra se si lëvizjet e saj bëheshin më të ngadalta. Ishte një valle e çuditshme. Dy të panjohur që ndanin të njëjtën hapësirë, por që jetonin në universe paralele. Dhe megjithatë, diçka i lidhte. Ndoshta ishte dhimbja e përbashkët. Ndoshta ishte respekti i ndërsjellë për kufit e tjetrit. Ose ndoshta ishte thjesht fakti se të dy e dinin se çdo të thoshte të ndërtoje mure për të mbijetuar. Dhe ishte pikërisht në këtë ekuilibër të brish që gjithçka filloi të ndryshonte. Ishte një mëngjes të premte. Besiani kishte një mbledhje të rëndësishme me investitor ndërkombëtar. Videokonferenca ishte caktuar për në orën 9.
Ai u zgjua më herët se zakonisht, bëri dush, veshi një kostum blu të errët të patëmet dhe zbriti për të ngrënë mëngjes. Elira kishte përgatitur gjithçka. Kafe të freskët, bukë franceze të thekur, reçel frutash pylli, lëng portokalli natyral. Besiani hëngri shpejt duke parë celularin. Kontrollonte emailet, rishikonte prezantimet, konfirmonte të dhënat. Ishte i tensionuar. Ajo mbledhje ishte vendimtare për një projekt që ai e kishte zhvilluar prej muajsh. Nuk mund të gabonte. Kur mbaroi, u ngrit dhe shkoi te pasqyra e korridorit për të rregulluar kravatën. Por diçka nuk shkonte. Nyja ishte shtrembër. U përpoq ta ribënte, por duart i dridheshin. Provoi përsëri. Nuk ja doli. Tensioni po i pengonte koordinimin motorik. Elira kaloi nëpër korridor në atë moment, duke mbajtur një shport me rroba të pastra. Ajo e pa skenën. Pa zhgënjimin në fytyrën e tij. Pa duart që i dridheshin. Dhe para se të mendonte, para se të ndalej, ajo ndaloi. Zoti Kodra, mund t'ju ndihmoj? Besiani ngriu. E shikoi përmes pasqyrës. Nuk është e nevojshme. Por zëri i tij doli më i dobët se sa kishte ndërmend. Elira hezitoi. Bëri një hap përpara. Është vetëm kravata. Premtoj se do të jem e shpejtë. Besiani nuk u përgjigj. Nuk ra dakord. Por as nuk refuzoi. Dhe Elira e interpretoi atë heshtje si një leje të heshtur. Ajo e vendosi shportën në dy sheme, mori frym thellë dhe u afrua. Çdo hap i saj ishte i ngadalë. I qëllimshëm. Sikur po i afrohej një kafshë të plagosur. Dhe ndoshta ishte. Ajo ndaloi disa centimetra larg tij. Ngriti duart. Dhe preku kravatën. Besiani e ndjeu. Ndjeu fërkimin e gishtave të saj në pëlhur. Ndjeu afërsinë e trupit të saj. Ndjeu aromën e lehtë të sapunit të rrobave që vinte nga rrobat që ajo sapo kishte larë. Dhe ndjeu, mbi të gjitha, panikun që po ngrihej. Por këtë herë, ndodhi diçka ndryshe. Elira nuk i preku lëkurën. Vetëm kravatën. Lëvizjet e saj ishin të sakta, të shpejta, profesionale. Ajo e zgjidhi nyjen e shtrembër, e ribëri me shkathësi dhe u largua. Gjithçka në më pak se 15 sekonda. Gati. Besiani shikoi pasqyrën. Kravata ishte perfekte. Ai shikoi Elirën. Ajo tashmë kishte marrë shportën dhe po largohej, sikur asgjë e jashtëzakonshme të mos kishte ndodhur. Por për Besianin, diçka e jashtëzakonshme kishte ndodhur. Ai kishte lejuar dik të afrohej. Kishte lejuar dik ta prekte, edhe pse në mënyrë indirekte. Dhe nuk ishte shembur. Nuk kishte ikur. Kishte qëndruar aty duke duruar. Dhe në fund kishte mbijetuar. Ky ishte pikënisja e parë. E padukshme. E heshtur. Por përfundimtare. Dhe asnjëri prej tyre nuk e dinte ende, por ai gjesti shkurtër, ajo prekje 15 sekondëshe, do të ishte fillimi i një transformimi që asnjëri prej tyre nuk ishte i përgatitur ta përballonte. Ditët që pasuan episodin e kravatës ishin të çuditshme. Besiani nuk arrinte ta hiqte atë moment nga mendja. Jo për afërsinë fizike në vetvete, megjithse kjo ishte tashmë e jashtëzakonshme. Por për mënyrën se si Elira kishte lëvizur. Me kujdes. Me respekt. Sikur ajo e kuptonte, pa pasur nevojë t'ia shpjegonte askush se ai ishte prej xhami në atë aspekt. Dhe xhami duhej trajtuar me delikatesë. Ai u përpoq ta racionalizonte. Ishte thjesht një punonjëse që bënte punën e saj. Ajo pa që ai ishte në vështirësi dhe i ofroi ndihmë. Asgjë më e natyrshme. Asgjë më profesionale. Por e vërteta ishte se Besiani nuk ishte mësuar me këtë natyrshmëri. Ishte mësuar të shihte njerëzit të tërhiqeshin kur ai largohej. Ishte mësuar të ndjente sikletin e tyre përballë rregullave të tij të palëkundura. Elira, megjithatë, nuk tregonte siklet. Vetëm pranim. Dhe kjo e intrigonte thellësisht. Elira, nga ana tjetër, ishte gjithashtu e shqetësuar. Ishte e vetëdijshme se kishte kaluar një kufi. Sado i hollë të kishte qenë gjesti, ajo e dinte se kishte pushtuar një hapësirë që nuk i përkiste. Dhe pati frikë. Frikë se kishte shkelur rregullat. Frikë se do ta pushonin nga puna.
Ajo kishte nevojë për atë punë. Kishte nevojë për paratë. Kishte nevojë për stabilitetin e përkohshëm që ofronte ajo shtëpi. Por ditët kaluan dhe Besiani nuk tha asgjë. Nuk pati qortim. Nuk pati paralajmërim. Ai thjesht vazhdoi rutinën e tij sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Dhe Elira e interpretoi këtë si një leje të heshtur për të vazhduar. Për të vazhduar të ishte ajo që ishte. Për të vazhduar të kujdesej për atë hapësirë. Dhe, ndoshta, për të kujdesur edhe për atë burr që qartësisht nuk dinte si të kërkonte ndihmë. Ishte në këtë kontekst që Elira filloi të kushtonte edhe më shumë vëmendje detajeve. Ajo vuri re se Besiani flinte keq. Sa herë që hynte në dhomën e tij në mëngjes për të rregulluar, bataniet ishin të përmbysura, çarçafët të zhubrosur në mënyrë të parregull, sikur ai të kishte kaluar natën duke u rrotulluar. Vuri re gjithashtu se ai pinte kafe të zezë me tepri. 5-6 filxhan në ditë. Dhe se rrallëherë hante drek në shtëpi, edhe kur nuk kishte mbledhje jashtë. Ajo vuri re se ai e shmangte sallonin. Kur nuk ulej në divan. Kur nuk shihte televizor. Preferonte bibliotekën ose zyren. Ambiente ku mund të qëndronte vetëm, i rrethuar nga libra dhe dokumente, pa pasur nevojë të përballej me zbrazëtinë e një hapësire të bërë për bashkëjetesë. Dhe vuri re, mbi të gjitha, se Besiani fliste pak. Jo vetëm me të, por me të gjithë. Bisedat e tij në telefon ishin objektive, të drejtpërdrejta, të zhveshura nga çdo ngrohtësi njerëzore. Ai nuk qeshte. Nuk bënte shaka. Nuk shfaqte nervozizëm. Ishte sikur të gjitha emocionet të ishin arkivuar me kujdes në një vend të paarritshëm. Elira e njihte këtë lloj kontrolli. Ajo vetë e praktikonte. Kishte mësuar gjatë viteve ta ruante dhimbjen në ndarje të veçanta. Dhimbjen e humbjes së prindërve në një. Dhimbjen e vetmisë në një tjetër. Dhimbjen e të parit të vëllait të bllokuar në një mendje që nuk funksiononte siç duhej në një të tretë. Ajo e dinte se nëse i hapte të gjitha këto ndarje njëherësh, do të gëlltitej. Kështu që i mbante të gjitha të mbyllura. Të organizuara. Të kontrolluara. Ndoshta ishte prandaj që ajo dhe Besiani kuptoheshin pa pasur nevojë për fjalë. Sepse të dy ishin mjeshtra në artin e përmbajtjes. Një pasdite të hënë, Elira ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën kur dëgjoi derën e garazhit të hapej. Besiani kishte mbërritur më herët se zakonisht. Ajo shikoi orën. 5 pasdite. Ai kur nuk mbërrinte para orës 7. Dëgjoi hapat e tij duke u ngjitur shkallëve. Dëgjoi derën e dhomës së gjumit të mbyllej. Dëgjoi heshtjen që pasoi. Dhe në atë heshtje, diçka nuk shkonte. Elira e ndjeu. Nuk dinte ta shpjegonte si, por e ndjeu. Ajo mbaroi së marinuari peshkun, e futi në furrë dhe lau duar. U ngjit shkallëve ngadalë, duke ndaluar para derës së dhomës së Besianit. Hezitoi. Nuk ishte vendi i saj të shkonte atje. Nuk ishte funksioni i saj të ndërhynte. Por diçka e shtynte. Trokitit në derë. 3 trokitje të lehta. Zoti Kodra. Jeni mirë? Heshtje. Nëse keni nevojë për diçka, do të jem në kuzhinë. Ajo u kthye për të zbritur, por dera u hap. Besiani qëndronte aty, ende me kostum, por me kravatën të liruar dhe kopsat e para të këmishës të hapura. Fytyra ishte e zbedhë. Sytë të lodhur. Jam mirë, Elira. Thjesht një ditë e vështirë. Zëri i tij ishte ndryshe. Më i ulët. Më i brishtë. Elira tundi kokën. Do ta lë darkën gati. Mund ta hani kur të doni. Faleminderit. Ajo zbriti. Por imazhi i tij duke qëndruar në derë me atë shprehje të raskapitur i mbeti i ngulitur në mendje. Kishte diçka përtej lodhjes fizike aty. Kishte raskapitje emocionale. Kishte peshë. Besiani, vetëm në dhomë, u ul në cep të krevatit dhe mbështeti bëryllat në gjunjë, duke futur fytyrën në duar. Mbledhja e asaj pasditeje kishte qenë një katastrofë. Jo për paftësi. Jo për mungesë përgatitjeje. Por sepse, në mes të prezantimit, një nga investitorët i kishte zgjatur dorën për ta përshëndetur. Dhe Besiani, instinktivisht, ishte tërhequr. Sikleti ishte i menjëhershëm. Njerëzit përreth shkëmbyen shikime.
Dikush u përpoq ta zbus situatën me një shaka për pandemin dhe distancimin social, por të gjithë e dinin se nuk ishte ajo. Besiani arriti ta kalonte situatën me një justifikim për probleme shëndetësore, por dëmi ishte bërë. Ai pa mosbesimin në sytë e tyre. Pa dyshimin. Dhe ky dyshim mund të kushtonte miliona. Mund të kushtonte besueshmërinë që ai kishte ndërtuar gjatë viteve. Sepse në botën e biznesit besimi ishte monedhë. Dhe gjestet kishin po aq rëndësi sa numrat. Besiani fërkoi fytyrën me forcë duke u përpjekur të largonte mendimet. Por ato vazhdonin të ktheheshin. Gjithmonë ktheheshin. Imazhi i kujdestarit. Burri që duhej ta kishte mbrojtur. Burri që kishte thyer diçka brenda tij që nuk u rregullua më kurrë plotësisht. Ai ishte 7 vjeç. Ardiani ishte 5. Prindërit udhëtonin shumë për punë dhe kur udhëtonin, i linin fëmijët nën kujdesin e Gëzimit, një punonjes i familjes që jetonte në pronë. Gëzimi ishte simpatik, shakator, karizmatik. Fëmijët e pëlqenin. Derisa një ditë, Gëzimi pushoi se qeni thjesht simpatik. Besiani nuk i mbante mend të gjitha detajet. Mendja e tij kishte fshirë një pjesë të madhe si mekanizëm mbrojtës. Por mbante mend ndjesinë. Mbante mend frikën. Mbante mend se si çdo prekje e atij burri duke e gabuar, pushtuese e dhimbshme. Dhe mbante mend, kryesisht, se si ishte përpjekur t'u tregonte prindërve dhe nuk e besuan. Sepse Gëzimi ishte i besuar. Sepse Gëzimi punonte për familjen prej vitesh. Sepse fëmijët kishin imagjinat të pasur. Kështu Besiani mësoi të heshte. Mësoi të ndërtonte mure. Mësoi se trupi i tij nuk ishte një vend i sigurt. Dhe kur Gëzimi më në fund u largua vite më vonë, për arsye që Besiani nuk i mësoi kurrë, dëmi ishte bërë tashmë. Ardiani nuk mësoi kurrë asgjë. Ai ishte shumë i vogël. U kursye. Dhe Besiani u kujdes që të vazhdonte kështu. E mbrojti vëllan me të gjitha forcat. Derisa, në adoleshencë, të dy u distancuan. Ardiani ndoqi një rrugë tjetër, u largua nga Shqipëria, ndërtoi një jetë në një vend tjetër. Dhe Besiani mbeti. Vetëm. I rrethuar nga suksesi, por plotësisht i izoluar. Ai mori frym thellë dhe u ngrit. Nuk kishte kuptim ta rijetonte atë. Nuk ndryshonte asgjë. E kaluara kishte vdekur. Dhe ai kishte mësuar të jetonte me fantazma. Zbriti për darkë. Elira kishte lënë gjithçka të përgatitur në verandë. Sallat, peshk i pjekur me erza, oriz integral. E thjesht, por e bërë me kujdes. Ai u ul dhe filloi të hante në heshtje. Ushqimi ishte i mirë. Gjithmonë ishte. Por ai mezi e ndjente shijen. Po hante nga detyrimi, jo nga kënaqësia. Ishte atëherë që vuri re se kishte diçka ndryshe në tryezë. Një qiri i vogël i ndezur në qendër. Nuk ishte dekorim i tepruar. Vetëm një qiri i bardhë, prej dylli natyral që lëshonte një aromë të lehtë livandoje. Besiani e shikoi i intriguar. Elira nuk e kishte bërë kurrë këtë më parë. Ajo u shfaq në derën e verandës duke mbajtur një pecet kuzhine. Më falni për ndërhyrjen, zoti Kodra. Mendova se drita e qiriut mund të ndihmonte për t'u çlodhur. Nëse ju bezdis, e fik. Besiani shikoi përsëri qiriun. Pastaj shikoi Elirën. Mund ta lini. Ajo tundi kokën dhe u zhduk. Besiani ju kthye ushqimit, por tani ishte i vetëdijshëm për praninë e qiriut. Për dritën e butë që hidhte mbi tryezë. Për aromën e livandos që mbushte ajrin. Dhe kuptoi se po çlodhej. Shpatullat më pak të tensionuara. Frymëmarrja më e rregull. Ai mbaroi darkën dhe u ngjit në dhomë. Bëri një dush të gjatë, duke lënë ujin e ngrohtë t'i masazhonte muskujt e lodhur. Veshi rroba të rehatshme dhe ushtri në krevat. Por gjumi nuk i vinte. Mbeti duke parë tavanin, me mendjen të përshpejtuar, duke rikaluar mbledhjen, duke rikaluar shikimet e mosbesimit, duke rikaluar paftësinë e tij për të bërë diçka kaq të thjeshtë sa të shtrëngonte një dorë. Ishte atëherë që dëgjoi një tingull që vinte nga biblioteka. Muzikë. E ulët, pothuajse e padëgjueshme, por ishte aty. Besiani u ngrit dhe eci deri në korridor. Dera e bibliotekës ishte gjysmë e hapur dhe drita ishte e ndezur. Ai përgjoi.
Elira ishte aty, ulur në koltukun e lëkurës me një libër në duar. Pranë saj, një radio e vogël portative luante muzikë klasike. Chopin, nëse Besiani nuk gaboi. Ajo lexonte e përqendruar, e pavetëdijshme për gjithçka përreth. Besiani mbeti aty duke vëzhguar. Nuk e dinte pse nuk hyri. Nuk e dinte pse nuk tha asgjë. Thjesht mbeti duke parë atë skenë. Një grua duke lexuar. Një muzikë e butë në sfond. Një imazh paqeje që ai nuk e përjetonte prej kaq shumë kohësh sa mezi e mbante. Mend si ishte. Elira ktheu faqen e librit. Dhe ishte në këtë lëvizje që sytë e saj takuan ata të Besianin. Ajo u tremb, duke u ngritur shpejt. Zoti Kodra, më falni. Nuk duhej të isha këtu. Unë vetëm mund të qëndrosh. Fjalët i dolën para se të mendonte. Elira ndaloi e hutuar. Jeni i sigurt? Jam. Kjo bibliotek nuk shërben për asgjë gjithsesi. Dikush duhet ta përdor. Ai u kthye dhe u fut në dhomë, duke mbyllur derën pas vetes. Elira mbeti në vend duke mbajtur librin kundër gjoksit, pa e kuptuar plotësisht se çfarë sapo kishte ndodhur. Por diçka në atë gjest e preku. Besiani kishte hapur një derë. Të vogël, por reale. Ajo ul përsëri, por tani nuk arrinte të përqendrohej në lexim. Mbeti duke menduar për atë burr të mbyllur në dhomë, vetëm i rrethuar nga muri që ai vet i kishte ndërtuar. Dhe ndiu një dëshirë të madhe për ta ndihmuar. Nuk dinte si. Por donte. Ditët kalonin dhe një rutinë e re u vendos. Elira filloi ta përdorte bibliotekën natën, gjithmonë pasi Besiani ngjitej në dhomë. Ai nuk u shfaq më kurrë atje, por e dinte se ajo ishte. Dhe në një farë mënyre, kjo e ngushëllonte. Të dinte se kishte jetë në atë shtëpi. Edhe pse ishte një jetë e heshtur, e përmbajtur, respektuese. Ishte në një nga këto net, ndërsa lexonte që Elira gjeti përsëri fletoren blu të errët. Këtë herë nuk rezistoi. E hapi. Dhe lexoi. Letrat i drejtoheshin Ardianit, vëllait të Besianit. Por nuk ishin letra të zakonshme. Ishin rrëfime. Fragmente të një dhimbjeje të vjetër, të shkruara me precizionin e dikujt që përpiqet të organizojë kaosin e brendshëm. Besiani fliste për fëmijërinë, për frikën, për ndjesinë e të qenit i thyrë, për fajin që nuk kishte arritur të mbronte veten. Elira ndjeu lotët t'i rridhnin në përfaqe. Nuk ishin lot keqardhjeje. Ishin lot njohjeje. Sepse ajo e kuptonte. E kuptonte se çdo të thoshte të mbaje diçka kaq të rëndë sa askush tjetër nuk mund ta shite. E kuptonte se çdo të thoshte të buzëqeshje në publik, ndërsa brenda gjithçka shembej. Ajo e mbylli fletoren me kujdes dhe e rivendosi në rraf. Nuk do të thoshte asgjë. Nuk do të komentonte. Por tani e dinte. Dhe të dije ndryshonte gjithçka. Të nesërmen në mëngjes, Elira u zgjua me një ide. Filloi të kushtonte edhe më shumë vëmendje shijeve të Besianit. Vëzhgoi se ai pëlqente heshtjen, por jo zbrazëtin. Se vlerësonte rendin, por jo ngurtësinë e tepruar. Se preferonte tonet neutrale, por jo mungesën totale të ngjyrës. Dhe pastaj, pak nga pak, filloi të bënte ndryshime të vogla në shtëpi. Asgjë drastike. Asgjë që ai mund ta konsideronte pushtuese. Vetëm rregullime delikate. Vuri një vazo me sukulente në tryezën e verandës. Ndërroi perdet e rënda të sallonit me të tjera më të lehta që lejonin dritën natyrale të hynte. Riorganizoi librat e bibliotekës në mënyrë që titujt më të lehtë të ishin në dorë. Besiani e vuri re. Sigurisht që e vuri re. Por nuk tha asgjë. Sepse, çuditërisht, ato ndryshime nuk e bezdisnin. Përkundrazi. E bënin shtëpinë të dukej më pak si një mauzole dhe më shumë si një vend i banueshëm. Ishte një të mërkur me shi që gjithçka ndryshoi përsëri. Besiani po punonte në shtëpi, i mbyllur në zyrë, kur dëgjoi zilen të binte. Nuk priste askën. Elira shkoi të hapte. Ai dëgjoi zëra në korridor. Njëri prej tyre ishte i njohur. Ardiani. Besiani u ngrit aq shpejt sa karrigia gati u përmbys. Doli nga zyra dhe zbriti shkallët. Dhe ja ku ishte. Ardian Kodra.
5 vjet më i ri, me flokë të thinjur në tëmtha, fytyrë të shenjuar nga koha, por me të njëjtën buzëqeshje të shtrembër si gjithmonë. Besian. Ardian. Të dy u pan. Elira, anash, e ndjeu tensionin. E ndjeu se ky nuk ishte një ribashkim i thjeshtë. Kishte histori aty. Kishte peshë. Do t'ju lë vetëm. Ajo u ngjit shkallëve në mënyrë diskrete, por mbeti e vëmendshme. Dëgjoi zërat që vinin nga salloni. Nuk arrinte të dallonte fjalët, por arrinte të ndjente tonin. Kishte emocion të përmbajtur. Kishte vite heshtjeje që po thyeshin. Besiani dhe Ardiani biseduan për orë të tëra. Ardiani ishte kthyer në Shqipëri papritur, pas 15 vitesh jashtë. Tha se duhej të zgjidhte çështje familjare. Tha se i mungonte vëllai. Tha se donte të rindërtonte marrëdhënien që kishin humbur. Besiani dëgjoi gjithçka në heshtje. Dhe kur Ardiani më në fund e pyeti pse ishte larguar kaq shumë, pse kur nuk u përgjigjej si duhet mesazheve, pse dukej se jetonte në një fluskë të paprekshme, Besiani nuk arriti të përgjigjej. Sepse të përgjigjeshe do të thoshte të hapej kutia që ai e mbante të mbyllur prej dekadash. Ardiani u largua në mbrëmje, por premtoi se do të kthehej. Besiani mbeti vetëm në sallon, duke parë nga dritarja, duke parë shiun që binte. Ndihej i raskapitur. Emocionalisht i drenazhuar. Dhe në të njëjtën kohë, diçka brenda tij ishte lëvizur. Një gur që kishte qëndruar i palvizur për vite ishte shtyrë. Dhe tani nuk dinte më si të kthehej në vendin e origjinës. Elira zbriti kur kuptoi se Ardiani ishte larguar. E gjeti Besianin ende në sallon, duke qëndruar para dritares. Zoti Kodra, përgatita një çaj. Do ta lë këtu. Ajo e vendosi filxhanin në tavolinën anësore dhe u kthye për të ikur. Por zëri i tij e ndaloi. Elira. Po. Ke vëllezër e motra? Pyetja e kapi në befasi. Ajo hezitoi. Kam një vëlla. Më të vogël. Jeni të afërt? Elira ndjeu një shtrëngim në gjoks. Kemi qenë. Sot ai jeton larg. Ka disa probleme shëndetësore. Por unë kujdesem për të. Si të mundem? Besiani u kthye për ta parë. Është e vështirë, apo jo? Të kujdesesh për dikë kur je vetë i thyer. Elira ndjeu lotët të kërcënonin. Por i mbajti. Po. Por bëjmë atë që duhet bërë. Besiani tundi kokën. Dhe në atë moment diçka kaloi mes tyre. Një mirëkuptim i heshtur. Një lidhje që shkonte përtej pronarit dhe punonjëses. Ishin dy njerëz që mbanin barra të padukshme. Dhe për herë të parë nuk ishin vetëm në këtë. Faleminderit, Elira. Për gjithçka. Ajo nuk u përgjigj. Vetëm tundi kokën dhe doli. Por kur arriti në dhomën e saj, i la lotët të binin. Sepse për herë të parë pas shumë kohësh, dikush ja kishte parë dhimbjen. Dhe ja kishte vlerësuar. Dhe kjo dhimbte dhe shëronte në të njëjtën kohë. Javët që pasuan rishfaqjen e Ardianit ishin intensive. Vëllai i vogël i Besianit filloi ta vizitonte shpesh, gjithmonë pa lajmëruar, gjithmonë duke sjellë me vete një energji që binte ndesh dhunshëm me heshtjen e përpikt të vilës. Ardiani ishte ekspansiv, i folur, gestikulonte shumë kur fliste. Ishte gjithçka që Besiani nuk ishte. Dhe për ndonjë arsye, kjo funksiononte. Sikur njëri të plotësonte zbrazëtinë e tjetrit. Por vizitat gjithashtu nxirrnin në pah kujtime. Biseda për fëmijërinë, për prindërit tashmë të ndjerë, për pronën ku u rritën, për festa ditëlindjesh, për pushimet në bregdetin e jugut të Shqipërisë. Ardiani fliste me lehtësi, me nostalgji të dashur. Besiani dëgjonte në heshtje, me një tension në rritje në shpatulla. Sepse ndërsa Ardiani kujtonte ditë me diell dhe lojra në kopsht, Besiani kujtonte hije. Dera të mbyllura. Duar që nuk duhej të preknin. Britma të mbytura brenda gjoksit të tij. Dhe sa më shumë fliste Ardiani, aq më shumë Besiani ndjente se ishte gati të shpërthente. Ishte në një nga këto pasdite, pasi Ardiani u largua, që Besiani pati krizën e parë që nga adoleshenca. Ai ishte vetëm në sallon, ulur në divanin që zakonisht e shmangte. Duart i dridheshin. Frymëmarrja ishte e përshpejtuar, e parregull. Ndjente gjoksin t'i shtrëngoi sikur dikush të ishte ulur mbi të.
Djerës të ftohta I rridhnin në përballë. U përpoq të ngrihej, por këmbët nuk I bindeshin. U përpoq të merrte frym thellë, por ajri nuk I arrinte në mushkëri. Elira ishte në kuzhinë kur dëgjoi zhurmën. Një tingull I mbytur, sikur diçka të kishte rënë. Ajo vrapoi në sallon dhe gjeti Besianin. Ai ishte I zbeth, I përkulur mbi vete, duart I shtrëngonin gjunjët, fytyra e kontraktuar në një shprehje dhimbjeje. Zoti Kodra. Ajo u afrua, por ndaloi në kohë. Nuk e preku. E dinte se nuk mund ta prekte. U gjunjëzua në dy sheme, pranë tij, por duke ruajtur distancën. Besian, më shiko. Më shiko. Zëri I saj ishte I vendosur, por I qetë. Ai ngriti syt, I çorientuar, duke gulquar. Po kalon një atak paniku. Gjithçka është në rregull. Do të kaloj. Por duhet të marrësh frym me mua. Mund ta bësh këtë? Ai nuk u përgjigj. Por ajo vazhdoi. Merr frym nga hunda. Ngadalë. Numëro deri në 4. 1, 2, 3, 4. Tani mbaje. 1, 2, 3, 4. Tani lëshoje nga goja. Ngadalë. 1, 2, 3, 4. Ajo e përsëriti modelin disa herë duke mbajtur zërin të butë, ritmik. Dhe pak nga pak, Besiani filloi ta ndiqte. Frymmarrja I u rregullua. Duart pushuan së dridhuri. Ngjyra I u kthye në fytyrë. Kur më në fund arriti të përmblidhej, ai shikoi Elirën. Ajo ishte ende e gjunjëzuar pranë tij, por nuk kishte gjykim në sytë e saj. Vetëm mirëkuptim. Faleminderit. Zëri I tij doli I ngjirur, I ulët. S'ka përse. Elira u ngrit dhe shkoi në kuzhinë. U kthye me një gotë ujë. E la mbi tavolinën e kafes në mundësinë e tij. Pi. Ngadalë. Besiani u bin. Piu me glënjka të vogla, duke ndjer ujin e ftohtë t'i zbriste në fyt, duke e qetësuar. Kur mbaroi, mbeti aty duke mbajtur gotën bosh, duke parë reflektimin e tij të shtrembëruar në xham. Unë nuk kam pasur këto kriza prej shumë kohësh. Nuk ke nevojë të shpjegohesh. E di. Por dua. Elira u ul në koltukun anash, duke ruajtur distancën, por e pranishme. Kur erdhi vëllai im, ai solli përsëri gjëra që unë I kisha ruajtur. Kujtime. Dhe nuk janë të mira. E kuptoj. Heshtje. Ke pasur ndonjëherë atake paniku? Elira hezitoi. Por ndershmëria e tij meritonte ndershmëri në kthim. Po. Kur më vdiqën prindërit. Dhe më pas, kur vëllai im pati krizën e parë të rëndë. Mendova se do të vdisja edhe unë. Mendova se zemra do të më ndalonte. Por nuk ndaloi. Dhe mësova se ne mbjetojmë. Gjithmonë mbjetojmë. Besiani e shikoi. Vërtet e shikoi. Për herë të parë e pa Elirën, jo vetëm si punonjësen diskrete që kujdesej për shtëpinë e tij. Pa një grua. Pa dhimbje. Pa forcë. Pa dikë që kishte. Demonët e saj dhe prapse prap qëndronte në këmbë. Si ja bën? Çfarë bëj? Për të vazhduar. Pas gjithçkaje. Elira buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtë. Zgjohem. Marr frym. Vë një këmbë para tjetrës. Dhe kur dhimbja shtrëngon shumë, lexoj. Ose pastroj diçka. Ose bëj çdo gjë që më detyron të jem e pranishme. Sepse në të tashmen, ne kemi kontroll. E kaluara ka ikur. E ardhmja nuk ka ardhur ende. Kemi vetëm të tashmen. Besiani I përthithi ato fjalë. Kishin kuptim. Një kuptim të thjeshtë, të drejtë për drejtë, që asnjë terapist nuk kishte arritur t'ia transmetonte. Faleminderit, Elira. Vërtet. Ajo tundi kokën dhe u ngrit. Do të përgatis darkën. Dhe doli duke e lënë vetëm. Por këtë herë vetmia nuk peshonte aq shumë. Në ditët në vijim diçka ndryshoi mes tyre. Nuk ishte e dukshme për çdo që shihte nga jashtë. Rutinat vazhdonin të njëjta. Orët, zakonet, protokollet. Por kishte një shtresë më shumë. Një shtresë besimi. Besiani filloi të bisedonte me Elirën. Jo shumë. Por mjaftueshëm. E pyeste për ditën e saj.
për atë që po lexonte, për opinionet e saj mbi lajmet që shite në gazetë. Dhe ajo përgjigjej me sinqeritet, pa frikë. Një mëngjes Besiani zbriti për kafe dhe gjeti Elirën duke rregulluar lule në një vazo. Ishin lule dielli, të mëdha, të verdha, vibrante, plotësisht jashtë standardit neutral të shtëpisë. Lule? Elira buzëqeshi, pa u kthyer. Mendova se pak ngjyrë nuk do të bënte keq. Ai mbeti duke parë lule diellit. Kishte diçka ngushëlluese tek ato. Diçka që të kujtonte dritën, shpresën. Mund t'i lësh. Elira mbaroi së rregulluari lulet dhe doli. Besiani mbeti edhe disa minuta aty duke i parë. Dhe kuptoi se po buzëqeshte. Një buzëqeshje e vogël, pothuajse e padukshme, por reale. Ishte në të njëjtën javë që Elira pati një ide. Ajo kishte menduar për këtë që kur lexoi fletoren e Besianit. Që kur kuptoi se sa shumë ai kishte nevojë për një hapësirë ku mund të ekzistonte thjesht, pa maska, pa detyrime, pa dhimbje. Kishte një dhomë në vilë që askush nuk e përdorte. Ndodhej në fund të korridorit të katit të dytë, larg dhomave kryesore. Dikur ishte një dhomë mish, por tani ishte bosh, me mobilje të mbuluara me çarçaf të bardhë dhe perde gjithmonë të mbyllura. Elira kërkoi leje për ta rinovuar. Besianit iu duke çuditshme, por ra dakord. Në fund të fundit, ajo kishte treguar shije të mirë deri atëherë. Dhe ai i besonte. Elira punoi në atë dhomë për 2 javë. Gjithmonë natën, pasi Besiani ngjitej në dhomë. Ajo pastroi gjithçka, hoqi mobiljet e vjetra, lyu muret me një nuancë të butë gri-blu. Instaloi një ndriçim indirekt me rregullator intensiteti. Vuri në dysheme një tapet të butë. Solli jastëk të mëdhenj me tekstura të ndryshme. Vari perde të lehta që filtronin dritën natyrale pa e bllokuar plotësisht. Dhe në qendër të dhomës vuri një koltuk të rehatshëm, ergonomik, të veshur me një pëlhur kadifeje në ngjyrë grafiti. Pranë tij, një tavolinë e ulët ku mund të vendosej një libër, një filxhan çaj dhe një abazhur i vogël. Kur mbaroi, Elira qëndroi në derë duke vëzhguar. Kishte krijuar një streh. Një hapësirë sensorialisht neutrale, ku asgjë nuk të agresonte, asgjë nuk kërkonte. Një vend i bërë për të pritur. Ajo shkoi te dhoma e Besianit dhe trokiti në derë. Zoti Kodra, mund të flas me ju? Besiani hapi derën, i intriguar. Sigurisht. Mbarova rinovimin e dhomës. Do të doja t'i hidhnit një sy. Ai e ndoqi nëpër korridor. Kur Elira hapi derën e asaj që tani ishte dhomastre, Besiani ndaloi në hyrje. Mbeti aty duke parë. Duke përthithur çdo detaj. Dritën e butë. Ngjyrat e qeta. Ndjesinë e paqes që buronte nga ajo hapësirë. Bëri disa hapa brenda. Ndjeu tapetin e butë nën këmbët e zbathura. Shikoi përreth. Nuk kishte asgjë të tepërt. Asgjë që të bezdiste. Ishte perfekte. Ai u kthye nga Elira. Si? Lexova. Besiani ngriu. Çfarë lexove? Fletoren. Në bibliotekë. E di që nuk duhej. Por lexova. Dhe kuptova disa gjëra. Kuptova se ke nevojë për një hapësirë ku nuk ke nevojë të jesh asgjë tjetër përveç vetes. Besiani ndjeu një përzierje zemërimi dhe lehtësimi. Zemërim për pushtimin e privatësisë së tij. Lehtësim që dikush më në fund e kuptoi. Nuk kishe të drejtë ta lexoje atë. E di. Dhe kërkoj falje. Por nuk pendohem. Sepse kjo këtu, ajo tregoi dhomën, kjo është për ty për kur të kesh nevojë të marrësh frymë. Për kur dhimbja të shtrëngoj. Për kur të kesh nevojë të kujtosh se je ende gjallë. Besiani e shikoi. Dhe pa sinqeritet. Pa kujdes. Pa diçka që nuk e kishte marrë prej kaq shumë kohësh sa nuk dinte as ta emërtonte. Faleminderit. Elira tundi kokën dhe doli duke mbyllur derën pas vetes. Besiani mbeti vetëm në atë hapësirë. U ul në koltuk. Mbështeti kokën. Mbylli syt. Dhe për herë të parë në dekada i lejoi vetes të ndjente. Të ndjente peshën që mbante. Të ndjente raskapitjen e ruajtjes së aparencave.
Të ndjente vetmin që e gërryente nga brenda. Dhe të ndjente gjithashtu një shkëndijë vogël shprese. Ndoshta kishte një rrugë. Ndoshta nuk ishte tepër vonë. Ndoshta ai mundej, pak nga pak, të rindërtonte atë që ishte thyer. Por rindërtimi kërkonte kohë dhe guxim. Dhe ai nuk e dinte nëse kishte mjaftueshëm nga asnjëra prej tyre. Ditët në vijim ishin të përshtatjes. Besiani filloi ta përdorte dhomën stre. Kalonte të paktën një orë atje çdo natë para se të flinte. Ndonjëherë lexonte. Ndonjëherë thjesht qëndronte ulur duke parë nga dritarja. Ndonjëherë qante. Pa zë. Vetëm lot të heshtur që I rridhnin në përfaqe. Elira e respektonte atë hapësirë. Kur nuk hynte kur ai ishte atje. Vetëm linte një shishe ujë të freskët dhe një batanie të lehtë mbi tavolinën anësore. Ishte në një nga këto netë që Ardiani u shfaq përsëri. Këtë herë ai solli lajme. Kishte shitur kompanin ku punonte jashtë dhe po kthehej përfundimisht në Shqipëri. Donte të rindërtonte lidhjet. Donte të kalonte më shumë kohë me vëllan. Besiani dëgjoi gjithçka me një shtrëngim në gjoks. Një pjesë e tij e donte këtë. Donte afërsinë me Ardianin. Donte të rikuperonte kohën e humbur. Por një pjesë tjetër kishte frikë. Frikë se afërsia do të nxirrte në pah më shumë kujtime. Më shumë dhimbje. Më shumë pyetje. Dhe ishte pikërisht kjo që ndodhi. Gjatë një darke që të dy bën së bashku në vil, Ardiani preku temën e së kaluarës. Pyeti pse Besiani ishte larguar kaq shumë. Pse kur nuk lejonte askënd të afrohej. Pse jetonte sikur të ishte brenda një kapsule. Besiani u përpoq të shmangej. Por Ardiani këmbënguli. Dhe atëherë, për herë të parë, Besiani ndjeu një zemërim të thellë që po ngrihej. Zemërim ndaj Ardianit që nuk kishte kaluar atë që kishte kaluar ai. Zemërim ndaj prindërve që nuk kishin parë. Zemërim ndaj vetes që nuk kishte arritur të mbronte veten. Ti nuk e kupton, Ardian. Ti kur nuk do ta kuptosh. Atëherë ma shpjego. Nuk mundem. Pse? Sepse dhem shumë. Zëri I Besianit doli si një britm. Një britm që e trembi edhe atë vetë. Ardiani u tërhoq I shokuar. Besiani u ngrit nga tryeza, duart I dridheshin dhe doli. U ngjit direkt në dhomën stre dhe u mbyll atje. Elira ishte në kuzhinë kur dëgjoi britmën. Vrapoi në dhomën e ngrënjes dhe gjeti Ardianin vetëm të zbeth duke parë fiksuar shkallët. Çfarë ndodhi? Ardiani tundi kokën I humbur. Nuk e di. Unë vetëm doja të kuptoja. Elira e shikoi me dëmshuri. Disa dhimbje nuk kanë shpjegim të lehtë. Ndonjëherë, thjesht duhet të pranojmë se ato ekzistojnë. Ardiani tundi kokën, por ishte ende dukshëm I tronditur. Minuta më vonë, u largua. Elira mbeti vetëm në shtëpinë e heshtur. U ngjit ngadalë deri te dhoma stre dhe ndaloi para derës. Besian? Unë jam. Nuk ke nevojë të hapësh. Vetëm dua të dish se jam këtu. Nëse ke nevojë për diçka. Heshtje. Ajo qëndroi aty për disa minuta. Pastaj zbriti. Por para se të tërhiqej në dhomën e saj, la një tabaka me çaj dhe biskota para derës së dhomës stre. Brenda, Besiani ishte ulur në dy sheme, mbështetur në mur, duke përqafuar gjunjën. Kishte qarë. Shumë. Dhe tani ishte I raskapitur. Emocionalisht I shtëruar. Dëgjoi zërin e Elirës. Dëgjoi kujdesin në të. Dhe ndjeu dëshirën për të hapur derën. Dëshirën për të folur. Dëshirën për të ndarë atë peshë. Por nuk mundi. Ende jo. Mbeti aty vetëm derisa e zuri gjumi në dy sheme. Dhe kur u zgjua, orë më vonë, gjeti tabakan me çajin ende të vakët dhe biskotat të paprekura. Elira e kishte ngrohur çajin përsëri. Me siguri disa herë. Ai mori filxhanin dhe piu. Dhe në atë gjest të thjesht, ndjeu se nuk ishte plotësisht vetëm. Dikush kujdesej. Dikush ishte aty. Dhe ndoshta kjo ishte e mjaftueshme. Për momentin. Në ditët që pasuan, Besiani e shmangu Ardianin. Nuk u përgjigjej telefonatave. Nuk u përgjigjej mesazheve.
Kishte nevojë për kohë. Kishte nevojë të përpunonte. Dhe Ardiani, duke e kuptuar këtë, i dha hapësirën e nevojshme. Por biseda kishte lënë gjurmë. Besiani filloi të shite makthe. Imazhe të fragmentuara të së kaluarës. Gëzimi. Dhoma e errët. Duart. Frika. Zgjoi në mes të natës i djersitur me zemrën që i rritë shpejt. Dhe në një nga këto net, zbriti në kuzhinë. Elira ishte aty. Sapo kishte mbërritur nga një vizitë te vëllai në klinik dhe ishte ende me çantën në shpatull. Nuk të zgjumi? Besiani tundi kokën. Makthe. Elira hoqi çantën nga shpatulla dhe e vuri mbi karrige. Do të bëj një çaj. Ajo e përgatiti pijen në heshtje. Kur u bë gati, shërbeu 2 filxhan. Një për të, një për veten. U ulën në tryezën e kuzhinës përballë njëri tjetrit. Do të flasësh për këtë? Besiani hezitoi. Pastaj tundi kokën. Dhe atëherë, për herë të parë, ai foli. Nuk tregoi gjithçka, por tregoi mjaftueshëm. Foli për gëzimin, për thyrjen e besimit, për frikën që i kishte mbetur e gdhendur në lëkurë, për mënyrën se si çdo prekje, edhe e pafajshme, shkaktonte kujtime që ai preferonte t'i harronte. Elira dëgjoi pa e ndërprerë, pa gjykuar. Kur ai mbaroi, ajo mbeti në heshtje për disa sekonda. Pastaj foli. Faleminderit që më besove. Besiani e shikoi i habitur. Faleminderit? Po. E di sa e vështirë ishte të flisje për këtë. Dhe unë e kuptoj. Më shumë se sa e imagjinon. Ajo mori frym thellë. Vëllai im gjithashtu ka kaluar diçka të ngjashme. Ishte prandaj që ai zhvilloi problemet që ka sot. Dhe unë e fajsova veten për vite me radhë që nuk e kisha kuptuar. Që nuk e kisha mbrojtur. Që nuk kisha qenë aty. Sytë e saj u mbushën me lot, por ajo nuk i la të binin. Kështu që unë e kuptoj. E kuptoj dhimbjen. E kuptoj peshën. Dhe e kuptoj se nuk ka fjalë që e bëjnë këtë të zhduket. Por dua të dish se nuk je vetëm. Jo më. Besiani ndjeu diçka të thyej brenda tij. Një barrierë që e kishte mbajtur të ngritur për kaq shumë kohë. Dhe për herë të parë, lejoi dikë të kalonte. Zgjati dorën. Ngadalë. Hezitues. Dhe e vuri mbi tryezë me pëllëmbën lart. Një ftesë e heshtur. Elira shikoi dorën e tij. Pastaj fytyrën e tij. Dhe e kuptoi. Ajo zgjati dorën e saj. Gjithashtu ngadalë. Gjithashtu hezituese. Dhe e preku të tijen. Ishte prekja e dytë mes tyre. E thjeshtë. E shkurtër. Por e ngarkuar me kuptim. Besiani nuk u tërhoq. Vetëm ndjeu. Ndjeu ngrohtësinë e dorës së saj. Ndjeu teksturën e lëkurës. Ndjeu se ishte e mundur të prekeshe pa u coptuar. Qëndruan kështu për disa sekonda. Pastaj, ai e tërhoqi dorën. Por ndikimi i atij gjesti mbeti. Faleminderit, Elira. S'ka përse, Besian. Ishte hera e parë që ajo e thiri me emër. Dhe kjo, në një farë mënyre, vulosi diçka mes tyre. Nuk ishin më pronar dhe punonjëse. Ishin 2 njerëz që ishin takuar në dhimbje dhe po përpiqeshin së bashku të gjenin një rrugë kthimi drejt dritës. Ditët që pasuan atë prekje ishin të çuditshme. Besiani ndihej i ndarë. Një pjesë e tij ishte e lehtësuar. E lehtësuar që kishte arritur të prekte dik pa hyrë në panik. E lehtësuar që kishte gjetur te Elira një hapësirë të sigurt ku mund të ishte i cenueshëm. Por një pjesë tjetër ishte e tmerruar. E tmerruar me atë që kjo do të thoshte. E tmerruar me mundësinë që po hapej shumë. E tmerruar me rrezikun për t'u lënduar përsëri. Dhe kur frika instalohej, Besiani bënte atë që kishte bërë gjithmonë, tërhiqej. Filloi në mënyrë delikate. Filloi të dilte më herët nga shtëpia. Filloi të kthehej më vonë. Filloi të hante të gjitha vaktet jashtë. Shmangte takimet me Elirën. Kur pashmangshmërisht takoheshin, ai ishte i sjellshëm, por i largët. Bisedat u kthyen në një fjalëshe. Falënderimet mekanike. Elira e vuri re. Sigurisht që e vuri re.
Dhe e kuptoi se çfarë po ndodhte. Besiani kishte frikë, por egresonte. Po kthehej në zonën e sigurisë që njihte. Dhe ajo nuk mund ta fajsonte. E dinte sa e tmerrshme ishte të dilje nga flluska mbrojtëse dhe të ekspozohesh ndaj rrezikut për t'u lënduar përsëri. Por prap dhimbte. Dhimbte sepse edhe ajo ishte hapur. Edhe ajo kishte ndarë plagët e saj. Dhe tani ndihej e ekspozuar, e cenueshme, e refuzuar. Ajo u përpoq të vazhdonte rutinën normalisht. Kujdesej për shtëpinë me të njëjtin efikasitet. Përgatiste vaktet që ai nuk I hante më në shtëpi. Mbante dhomën strehtë të patëmet, edhe pse e dinte se Besiani kishte pushuar së përdoruri. Bënte gjithçka mekanikisht duke u përpjekur të mos ndjente. Por një person mund të mos ndjej vetëm për një kohë të kufizuar. Dhe Elira po arrinte në limit. Ishte një natë të shtunë që gjithçka u shem. Besiani mbërriti në shtëpi vonë duke ardhur nga një event korporativ. Ishte I lodhur, por jo vetëm fizikisht. Emocionalisht I shtëruar. Gjatë eventit, ju desh të shtrëngonte dhjetëra duar, të buzëqeshte për foto, të bënte kontakte. Dhe çdo prekje kishte qenë një torturë e heshtur. Hyri nga garazhi dhe u ngjit direkt në dhomë. Por kur kaloi nëpër korridor, pa dritë që dilte nga poshtë derës së dhomës stre. Hezitoi. Pastaj trokiti lehtë. Elira hapi derën. Ishte me sy të kuq. Kishte qarë. Zoti Kodra. Formaliteti ishte kthyer. Dhe kjo e preu Besianin si një te. Më falni që ju shqetësoj. Pash dritën të ndezur. Nuk po më shqetësoni. Unë tashmë po dilja. Ajo kaloi pranë tij dhe zbriti shkallët. Besiani mbeti në korridor duke parë derën e zbrazët. Ndjeu një peshë në gjoks. Një ndjesi humbjeje. Zbriti pas saj. Elira. Ajo ndaloi në mes të shkallëve, por nuk u kthye. Unë më vjen shumë keq. Për çfarë të vjen keq? Që u largova. Që u ktheva pas. Që nuk më detyrohesh shpjegime, zoti Kodra. Unë punoj këtu. Kujdesem për shtëpinë. Asgjë më shumë. Zëri I saj ishte I kontrolluar, por kishte dhimbje në rreshta. Nuk është e vërtetë. Dhe ti e di këtë. Elira u kthye më në fund. Syt I ishin përlotur përsëri. Atëherë çfarë është, Besian? Çfarë jemi ne? Sepse unë nuk e duroj dot më këtë vajtje ardhje. Nuk e duroj dot të afrohem dhe të shtyhem larg. Nuk e duroj dot të kujdesem për dikë që nuk do të kujdeset. Dua. Zëri I tij doli më I lartë se sa kishte ndërmend. Dua, Elira. Por kam frikë. Kam frikë të hapem dhe të shkatërohem përsëri. Kam frikë të besoj dhe të më thyet ky besim. Kam frikë të jesh I lumtur? Fjalët e saj e paralizuan. Sepse ishin të vërteta. Ai kishte frikë të ishte I lumtur. Sepse lumturia do të thoshte cenueshmëri. Dhe cenueshmëria do të thoshte rrezik. Elira zbriti shkallët e fundit dhe qëndroi përballë tij. Edhe un kam frikë, Besian. Kam frikë çdo ditë. Frikë se vëllai im do të përkeqësohet. Frikë se nuk do të arrijë të paguaj trajtimin. Frikë se do të mbetem vetëm. Por të zgjohesh me frikë nuk do të thotë se do të ndaloj së jetuari. Ajo mori frymë thellë. Ti duhet të vendosësh. Të vendosësh nëse do të vazhdosh të jetosh brenda kësaj flluske, ku asgjë nuk të lëndon, por asgjë nuk të prek vërtet. Ose nëse do të rrezikosh. Të rrezikosh të ndjesh. Të rrezikosh të besosh. Të rrezikosh të jesh I lumtur, edhe pse kjo vjen e shoqëruar me rrezikun për t'u lënduar. Dhe doli. E la Besianin vetëm në korridorin e hyrjes. Ai mbeti aty I palvizur duke ndjer peshën e atyre fjalëve. Sepse ajo kishte të drejtë. Ai duhej të vendoste. Atë natë, Besiani nuk arriti të flinte. Mbeti shtrirë duke parë tavanin, duke rikaluar bisedën. Duke rikaluar gjithë jetën e tij. Të gjitha momentet kur kishte zgjedhur sigurinë në vend të lidhjes. Të gjitha marrëdhëniet që kishte sabotuar para se të thelloheshin. Të gjitha mundësitë për lumturi që I kishte lënë të kalonin nga frika. Dhe kuptoi se ishte I lodhur. I lodhur se jetuari për gjysmë.
I lodhur se qeni një fantazm brenda jetës së tij. Por ta pranonte këtë dhe të kishte guximin për të ndryshuar ishin gjëra të ndryshme. Ditët në vijim ishin të një heshtjeje të rëndë. Besiani dhe Elira mezi flisnin. Ajo kryente funksionet e saj me profesionalizëm të ftohtë. Ai zhytet në punë. Dhe shtëpia që kishte filluar të merrte jetë u kthye në një mauzole. Ardiani u shfaq disa herë duke u përpjekur të rivendoste kontaktin. Por Besiani ishte aq I mbyllur në vetvete sa mezi I përgjigjej. Derisa Ardiani, I frustruar, e konfrontoi. "Çfarë po ndodh me ty, Besian? Unë kthehem në Shqipëri duke dashur të rindërtojmë marrëdhënien tonë dhe ti më trajton si një të huaj. Po të bën keq dikush? Ka diçka që mund të bëj?" Besiani shikoi vëllan. Pa shqetësimin e sinqert në sytë e tij. Dhe ndjeu një thumb faji. "Nuk je ti, Ardian. Jam unë. Gjithmonë kam qenë unë." Ardiani u afrua, I kujdesshëm. "Më lër të ndihmoj. Më trego çfarë po ndodh." Dhe për herë të dytë Besiani foli. Këtë herë tregoi më shumë. Tregoi për gëzimin, për traumën, për mënyrën se si kjo kishte formuar gjithë jetën e tij si I rritur, për mënyrën se si kishte ndërtuar more aq të larta sa tani nuk dinte më si t'i rrëzonte. Ardiani dëgjoi në heshtje me lokë që I rridhnin në përfaqe. "Pse nuk më tregove kurrë?" "Sepse doja të mbroja. Ti ishe shumë I vogël. Nuk kishe nevojë ta mbaje këtë." Ardiani tundi kokën. "Por ti e mbajte vetëm. Gjatë gjithë këtyre viteve." "Vetëm." Ai e tërhoqi Besianin për një përqafim. Besiani instinktivisht u përpoq të largohej. Por Ardiani e mbajti fort. "Më lër të përqafoj. Të lutem." Dhe Besiani u dorëzua. Për herë të parë në dekada I lejoi vetes të përqafohej nga vëllai. Dhe qau. Qau gjithçka që kishte mbajtur. Gjithçka që kishte shtypur. Gjithçka që kishte pretenduar se nuk ekzistonte. Kur më në fund u ndan, Besiani u ndje më I lehtë. Jo I shëruar, por më I lehtë. "Faleminderit, Ardian. Gjithmonë, vëlla. Gjithmonë." Por pavarësisht këtij përparimi me vëllan, situata me Elirën vazhdonte të ishte e tensionuar. Dhe u përkeqësua. Sepse disa ditë më vonë, zonja Lirje u kthye. E rikuperuar nga operacioni, gati për të rifilluar funksionet e saj. Dhe kjo do të thoshte se Elira duhej të largohej. Kur Besiani e mori vesh, ndjeu tokën të ikte nën këmbë. Nuk e kishte menduar këtë. Nuk e kishte konsideruar se Elira ishte e përkohshme. Se eventualisht ajo do të largohej. Dhe tani, me largimin e saj që po afrohej, gjithçka që ai kishte shtypur doli në sipërfaqe. Kuptoi se nuk donte që ajo të largohej. Kuptoi se ajo ishte bërë më shumë se një punonjëse. Ishte bërë thelbësore. Por ishte tepër vonë. Elira tashmë kishte pranuar një punë tjetër. Do të largohej në fund të javës. Besiani u përpoq të bisedonte me të, por ajo e shmangte. Mbante veten të zënë, duke rregulluar gjërat e saj, duke bërë tranzicionin për zonjën Lirje. Dhe kur ai më në fund arriti ta bllokonte në kuzhinë, ajo ishte e qartë. "Duhet të iki, Besian. Nuk mund të qëndroj këtu duke e ditur se nuk ka vend për mua." "Jo kështu. Ka vend." "Unë, ti çfarë? Do që të jem punonjësja jote për gjithmonë? Do që të vazhdoj këtu duke u kujdesur për ty, pa e ditur kur nëse do të më lësh të hyj vërtet apo nëse do të më shtysh larg përsëri?" Zëri I saj ishte I ngarkuar me emocion. "Unë meritoj më shumë se kaq. Meritoj dikë që më zgjedh. Jo dikë që më toleron." Dhe doli nga kuzhina duke e lënë Besianin të shkatëruar. Atë natë, Elira shkroi një letër. Nuk kishte ndërmend ta dorëzonte. Por kishte nevojë t'i nxirrte të gjitha jashtë. Shkroi se si ishte ndjerë kur mbërriti në atë shtëpi. Se si ishte lidhur me Besianin në një mënyrë që nuk e priste. Se si kishte filluar të ndjente diçka më shumë se dëmshuri. Se si kjo e friksonte po aq sa atë. Por në mes të letrës ndaloi. Sepse kuptoi se kjo nuk do të ndryshonte asgjë. Besiani nuk ishte gati. Dhe ndoshta nuk do të ishte kurrë.
E grisi letrën në copa të vogla dhe e hodhi në kosh. Dhe qau. Qau për pamundësin. Qau për dhimbjen e të qenit e hapur dhe e pa koresponduar. Qau për Besianin të blokuar në burgun e tij emocional. Të nesërmen në mëngjes, Besiani zbriti për kafe dhe pa zonjën Lirie në kuzhinë. Ajo e përshëndeti me dashurinë e zakonshme. Mirë mëngjes, zoti Besian. Sa më kishte marrë malli për këtë kuzhinë. Mirë mëngjes, Lirie. Gëzohem që u ktheve. Ai mori filxhanin e kafes dhe shkoi në zyrë. Por diçka ishte ndryshe. Shtëpia nuk kishte më të njëjtën aromë. Nuk kishte më të njëjtën energji. Elira ishte larguar natën e kaluar, pa u përshëndetur. Besiani ndjeu një zbrazëti të madhe. Një zbrazëti që puna nuk arrinte ta mbushte. Një zbrazëti që asgjë nuk arrinte ta mbushte. Ishte atëherë që pa koshin e plerave pranë tavolinës së punës. Ishte plot. Zonja Lirie ende nuk e kishte zbrazur. Dhe mes letrave të zhubrosura, Besiani pa copa të një letre të grisur. Mori copat. I bashkoi mbi tryezë. Dhe lexoi. Besian, nuk e di nëse do ta lexosh këtë ndonjëherë. Me siguri jo. Por kam nevojë të shkruaj. Kam nevojë të nxjerr jashtë gjithçka që po ndjej. Kur mbërrita në këtë shtëpi, isha e thyer. Mendoja se kur më nuk do të arrija t'i besoja dikujt. Mendoja se jeta ime do të përmblidhej në të punuar, paguar fatura, mbijetuar. Por ti e ndryshove këtë. Jo me qëllim. Jo me vetdije. Por e ndryshove. Ti më tregove se dhimbja një dhimbjen. Se shpirtrat e thyer mund të shërohen së bashku. Se të prekësh nuk ka nevojë të jetë e frikshme kur bëhet me kujdes. Unë u lidha. E di. Nuk duhej. Por ndodhi. Dhe tani po largohem me zemër të thyer. Jo sepse më refuzove. Por sepse e di që po refuzon veten. Sepse ti meriton të jesh i lumtur, Besian. Meriton të prekesh. Meriton të duhesh. Por derisa të mos besosh në këtë, askush nuk do të arrijë të arrijë. Shpresoj që një ditë të gjesh guximin. Guximin për të dalë nga hija. Guximin për të jetuar vërtet. Me dashuri, Elira. Besiani ndjeu lotët t'i rridhnin në përfaqe. Mori copat e letrës dhe i shtrëngoi kundër gjoksit. Dhe për herë të parë, ja pranoi vetes, ai e donte Elirën. Nuk ishte mirënjohje. Nuk ishte varësi. Ishte dashuri. Dashuri e vërtet, e thellë, e frikshme. Dhe ai e kishte lënë të ikte. Mbeti ulur aty duke mbajtur copat e letrës për orë të tëra. Derisa u shfaq Ardiani. Kishte ardhur për një vizitë të papritur, por gjeti vëllan plotësisht të shkatëruar. Çfarë ndodhi? E humba. Ardiani shikoi copat e letrës në dorën e Besianit. E kuptoi. Atëherë shko pas saj. Nuk është kaq e thjeshtë. Po, është. Është pikërisht kaq e thjeshtë. Ti e do ajo të do pjesa tjetër është krenari. Dhe krenaria nuk e vlen çmimin e vetmisë. Besiani shikoi vëllan. Po sikur të mos di si ta bëj këtë? Si të dua dik pa u thyer? Askush nuk e di. Mësojmë duke e bërë. Duke gabuar. Duke provuar përsëri. Por e vetmja siguri që kam është se të jetosh pa provuar është më keq se të provosh dhe të lëndohesh. Besiani i përthithi ato fjalë. Dhe për herë të parë i lejoi vetes të konsideronte mundësinë. Mundësinë për të shkuar pas saj. Mundësinë për të rrezikuar. Mundësinë për të qenë i lumtur. U ngrit. Mori çelësat e makinës. Ku banon ajo? Ardiani buzëqeshi. Tani po. Do ta zbulojmë. Ata shkuan në agjencinë e punësimit që kishte punësuar Elirën. Morën adresën. Dhe shkuan atje. Elira banonte në një apartament të vogël në zonën lindore të Tiranës, në një pallat të vjetër, por të mirë mbajtur. Besiani u ngjit 3 katet me këmbë me zemrën që i rritet shpejt. Trokiti në derë. Elira hapi. Dhe kur pa se kush ishte, hapi sytë e mëdhenj. Besian? Mund të hyj? Ajo hezitoi, por hapi derën. Apartamenti ishte i thjeshtë.
Salon i vogël, kuzhinë amerikane, një dhomë në fund. Por ishte i ngrohtë. Kishte jetë. Kishte ngjyrë. Çfarë po bën këtu? Besiani mori frym thellë. Lexova letrën. Copat që grise. Elira mbylli sytë e turpëruar. Nuk duhej ta kishe lexuar atë. Por e lexova. Dhe kam nevojë të them diçka. Ai bëri një hap përpara. Ti kishe të drejtë. Për gjithçka. Unë po sabotoja veten. Po zgjidhja sigurinë në vend të lumturisë. Po lija frikën të kontrollonte jetën time. Ai ndaloi para saj. Por nuk e dua më këtë. Nuk dua më të jetoj për gjysmë. Nuk dua më të shtyj larg. Dua të provoj. Të provoj vërtet. Elira ndjeu lotët t'i rridhnin. Besian, unë nuk mund të jem vetëm një tjetër eksperiment për ty për të kapërcyer traumat e tua. Unë kam nevojë të dua. Fjalët i dolën para se të mendonte. Por ishin të vërteta. E vërteta më e pastër që kishte thënë ndonjëherë. Elira e shikoi, e pabesueshme. Çfarë? Të dua, Elira. Dhe kam frikë nga kjo. Kam shumë frikë. Por kam më shumë frikë akoma të humbas. Ai zgjati dorën. Ngadalë. Siç kishte bërë atë natë. Në kuzhinë. Më jep një shans. Një shans për ta bërë këtë si duhet. Elira shikoi dorën e tij. Pastaj fytyrën e tij. Dhe pa sinqeritet. Pa cenueshmëri. Pa dashuri. Ajo zgjati dorën e saj dhe e preku të tijën. Dhe këtë herë, asnjëri prej tyre nuk u largua. Besiani e tërhoqi për një përqafim. Përqafimi i parë i vërtet mes tyre. Dhe ndjeu. Ndjeu ngrohtësinë e trupit të saj. Ndjeu aromën e flokëve të saj. Ndjeu rrahjet e zemrës së saj kundër gjoksit të tij. Dhe nuk pati frikë. Nuk pati panik. Pati vetëm siguri. Qëndruan kështu për minuta të gjata. Të përqafuar. Duke qarë. Duke u shëruar. Kur u ndan, Elira buzëqeshi. Një buzëqeshje e sinqertë, plot shpresë. Kjo nuk do të jetë e lehtë. E di. Do të ketë regres. Do të ketë ditë të këqija. E di. Por unë do të jem këtu. Nëse ti premton të jesh gjithashtu. Premtoj. Dhe e vulosën atë premtim me një puthje. Të butë. Të kujdesshme. Plot kuptim. Ishte fillimi. Vetëm fillimi. Por ishte real. Dhe ishte i tyre. Ditët e para pas ribashkimit ishin të përshtatjes. Elira u kthye në vil, por jo si punonjëse. U kthye si partnere. Si dikush që Besiani e kishte zgjedhur qëllimisht ta kishte pranë. Dhe ky ndryshim roli kërkonte rregullime. Nga të dy. Besianit ju desh të mësonte të ndante hapësirën. Të merrte parasysh opinionin e saj. Të lejonte që ajo të shite cenueshmëritë e tij pa u përpjekur t'i fshite. Dhe Elirës ju desh të mësonte të besonte se ai nuk do të ikte përsëri. Se kur thoshte se e donte, ishte e vërtetë. Se kur zgjaste dorën, nuk ishte vetëm një gjest i zbrazët. Por rindërtimi kërkon kohë. Dhe jo gjithmonë është linear. Pati ditë të këqija. Ditë kur Besiani zgjoi me peshën e së kaluarës që i shtypte gjoksin. Ditë kur fërkimi i thjeshti një dore shkaktonte kujtime të padëshiruara. Ditë kur ai mbyllej, kthehej brenda guaskës mbrojtëse dhe Elirës i duhej gjithë durimi i saj për ta sjellë përsëri. Dhe pati ditë të mira. Ditë kur ata pinin kafe së bashku në verandë duke biseduar për gjëra të zakonshme. Ditë kur ecnin dorë për dore nëpër kopsht. Ditë kur Besiani arrinte ta përqafonte pa ndjer frikë. Ditë kur ai buzëqeshte. Vërtet. Ardiani u bë një prani e vazhdueshme. Tani që vëllezërit kishin thyer barrierat e së kaluarës, marrëdhënia mes tyre lulëzoi. Ardiani sillte lehtësi. Sillte histori qesharake. Sillte jetë. Dhe Besiani, pak nga pak, mësoi të qeshte përsëri. Diçka që e kishte harruar si bëhej. Ishte një pasdite të enjte, gati 2 muaj pas ribashkimit, që Elira i dha Besianit një dhuratë. Ishte një kuti e thjeshtë, e mbështjellë me letër kraftë.
Çfarë është kjo? Hape. Besiani e hapi me kujdes. Brenda kishte një palë doreza. Të bëra me dorë prej një pëlhure të butë dhe fleksibël në ngjyrë gri të errët. Ai shikoi Elirën pa kuptuar. Jam për kur të kesh nevojë. Për kur prekja të jetë e tepërt, por ti ende të duash të jesh i pranishëm. Me to, mund ta prekësh botën pa ndjerë se bota po të pushton. Besiani mori dorezat. Ndjeu teksturën. Dhe e kuptoi. Nuk ishte një patericë. Ishte një orë. Një mënyrë për të ndërmjetësuar kontaktin kur ai ende nuk ishte gati për kontaktin e drejt për drejt. Faleminderit. Ai veshi dorezat. Zgjati dorën. Elira e mbajti. Dhe Besiani ndjeu. Ndjeu prekjen përmes pëlhurës. Të filtruar, por reale. Të sigurt, por të pranishme. Perfekte. Në ditët në vijim, Besiani i përdori dorezat në situata që më parë do të ishin të pamundura. Në mbledhje, për të shtrënguar duar. Në darka, për të mbajtur takëmet që njerëz të tjerë i kishin prekur. Në shëtitje, për të hapur dyer, për të prekur objekte, për të ekzistuar në botë pa qenë vazhdimisht në gjendje alarmi. Dhe pak nga pak, kuptoi se po i duheshin gjithnjë e më pak. Prekja e Elirës kishte filluar të rikuptimsonte atë që prekja do të thoshte. Nuk ishte më sinonim i pushtimit. Ishte sinonim i lidhjes. I afeksionit. I zgjedhjes. Ishte Elira ajo që sugjeroi që Besiani të kërkonte ndihmë profesionale. Jo sepse mendonte se ai ishte tepër i thyer për të rregulluar vetëm, por sepse e dinte se disa plagë kishin nevojë për më shumë se dashuri për t'u shëruar. Kishin nevojë për mirëkuptim teknik, për mjete të specializuara. Besiani rezistoi në fillim. Kishte provuar terapi më parë dhe nuk kishte funksionuar. Por Elira ishte e vendosur. Nuk ishe gati më parë. Tani je. Dhe nuk je vetëm. Unë do të jem këtu. Gjithmonë. Kështu ai ra dakord. Filloi të bënte seanca javore me një terapiste të specializuar në trauma. Dhe për herë të parë i lejoi vetes të zhytet vërtet në punën e shërimit. Pa bariera. Pa maska. Seancat ishin të vështira. Nxirrnin në pah kujtime që ai kishte varrosur thellë. E bënin të konfrontohej me zemërimin që ndjente ndaj vetes, ndaj prindërve, ndaj gëzimit. Por gjithashtu sillnin qartësi. E ndihmonin të kuptonte se ajo që kishte ndodhur nuk ishte faji i tij. Se ai ishte një fëmijë. Se nuk kishte si të mbrojej. Se të mbijetojë tashmë kishte qenë një fitore. Dhe pak nga pak, zemërimi filloi të transformohej. Nuk u zhduk plotësisht. Ndoshta nuk do të zhdukej kurrë. Por pushoi së qeni. Ndjenja dominuese. Pushoi së kontrolluari veprimet e tij. Elira e ndiqte këtë transformim nga afër. Dhe gjithashtu filloi udhëtimin e saj. Kërkoi një grup mbështetjeje për familjarët e personave me çrregullime mendore. Filloi të kuptonte se sëmundja e vëllait nuk ishte faji i saj. Se ajo kishte bërë më të mirën që mundej. Se nuk ishte përgjegjëse për ta shpëtuar atë vetëm. Dhe së bashku, Besiani dhe Elira mësuan një nga mësimet më të rëndësishme: shërimi nuk është një destinacion. Është një proces. Dhe proceset kanë përparime dhe regres. Kanë ditë të mira dhe ditë të këqija. Por ajo që ka rëndësi është të vazhdosh të ecësh. Ishte një mëngjes të shtunë, gati 6 muaj pas ribashkimit, që ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Besiani u zgjua dhe, për herë të parë në dekada, nuk ndjeu peshën e zakonshme në gjoks. Nuk ndjeu ankthin zvarritës. Nuk ndjeu frikë. Ndjeu vetëm paqe. U ngrit dhe shkoi te dritarja. Dielli po linte, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe rozë. Elira ende flinte, e mbështjell me çarçaf. Ai e shikoi dhe ndjeu një mirënjohje të thellë. Mirënjohje që ajo ishte shfaqur. Mirënjohje që ajo kishte qëndruar. Mirënjohje që ajo kishte besuar se ai ishte i aftë të ndryshonte. U kthye në krevat dhe u shtri pranë saj. Zgjati dorën, pa doreza, dhe i preku fytyrën. Butësisht. Me dashuri. Elira hapi syt, ende e përgjumur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ai u afrua dhe e puthi. Një puthje e ngadalt, plot butësi.
Dhe kur u larguan, Elira buzëqeshi. Je ndryshe. Jam? Je më i lehtë. Besiani mendoi për këtë. Dhe kuptoi se po. Ishte më i lehtë. Sikur të kishte lënë të binte një peshë që e mbante prej kaq shumë kohësh sa nuk e mbante mend më si ishte të ecje pa të. Mendoi se po shërohem. Elira i përkëdheli fytyrën. Po. Dhe jam kaq krenare për ty, nuk do t'ja kisha dal pa ty, ndoshta. Por ti e bëre punën. Ti zgjodhe të përballeshe. Zgjodhe të mos dorëzoheshe. Kjo ishte gjithçka ti Besiani e përqafoi. Dhe qëndruan kështu në heshtje vetëm duke ndjer praninë e njëri tjetrit. Atë pasdite Besiani bëri diçka që nuk e bënte prej vitesh, i telefonoi Ardianit dhe i sugjeroi një drekë familjare. Ardiani u entuziazmua. E lam për të dielën e ardhshme në vil. Elira përgatiti një drekë të veçantë. Bëri tavë kosi me kërkesë të Ardianit. Përgatiti edhe raki. Rregulloi tryezën në verandë me mbulesë me ngjyra dhe lule të freskëta. Shtëpia, që për kaq shumë kohë kishte qenë një hapësirë sterile, tani ishte e gjallë. Plot ngjyra, aroma, të qeshura. Ardiani mbërriti saktësisht duke sjellë me vete një të dashur. Ana, një mjeke që e kishte njohur pak pasi ishte kthyer në Shqipëri. Ajo ishte simpatike, spontane, e folur. Dhe u përshtat në mënyrë perfekte në dinamikë. Dreka ishte e lehtë. Biseduan për gjithçka dhe për asgjë. Për plane për të ardhmen. Për udhëtime që donin të bënin. Për kujtime të mira të fëmijërisë duke i lënë mënjan ato të këqija. Dhe për herë të parë Besiani ndjeu se çdo të thoshte të kishe një familje. Vërtet. Jo familjen biologjike jo funksionale që kishte pasur. Por familjen që kishte zgjedhur. Elira. Ardiani. Ana. Njerëz që e donin për atë që ishte, jo për atë që përfaqësonte. Pas drekës, Ardiani kërkoi të fliste me Besianin privatisht. Shkuan në bibliotekë. Ardiani mbylli derën dhe u bë serioz. Kam nevojë të kërkoj diçka. Çfarë ka? Më fal. Që nuk e kuptova. Që isha tepër fëmijë për të ndihmuar. Që të lash ta mbaje gjithçka vetëm. Besiani ndjeu një ny në fyt. Ardian, ti nuk ke asnjë faj. Ti ishe një fëmijë. Unë isha ai që duhej të mbroja. Dhe e bëra. Bëra më të mirën që munda. Ardiani përqafoi vëllan. Ti gjithmonë ke qenë heroi im. Dhe vazhdon të jesh. Ata qëndruan të përqafuar për minuta të gjata. Dhe kur u ndan, Besiani ndjeu se një cikël ishte mbyllur. Një cikël dhimbjeje, faji, vetmie. Dhe një i ri po fillonte. Një cikël shërimi, lidhjeje, jete. Muajt kalonin. Besiani dhe Elira ndërtuan një rutinë që funksiononte për të dy. Ai vazhdoi të punonte, por e reduktoi ngarkesën. Filloi të delegonte më shumë, të besonte te ekipi. Dhe për herë të parë pati kohë për të jetuar. Për të udhëtuar. Për të njohur vende të reja. Për të provuar gjëra që gjithmonë kishte dashur t'i bënte, por kur nuk kishte pasur guxim. Elira gjeti një punë në një ujë që punonte me familjet e personave me çrregullime mendore. Përdori përvojën e saj personale për të ndihmuar njerëz të tjerë që po kalonin atë që kishte kaluar ajo. Dhe gjeti qëllim në këtë. Dhe së bashku e rinovuan plotësisht vilën. I hoqën sterilitetin. I vun ngjyrë. Jetë. E bën një shtëpi. Një vend ku mund të ishin ata që ishin, pa maska, pa frikë. Dhoma Stre vazhdoi të ekzistonte. Por tani përdorej jo vetëm nga Besiani. Edhe Elira shkonte atje kur kishte nevojë për heshtje. Ardiani, në vizitat e tij, pëlqente të lexonte atje. U bë një hapësirë e përbashkët. Një hapësirë pritjeje për çdo që kishte nevojë. Ishte një natë dhjetori, gati një vit pas ribashkimit, që Besiani i bëri Elirës një pyetje. Ishin në verandë, duke parë dritat e qytetit në largësi. Ai i mbante dorën, pa doreza. Martohesh me mua? Elira u kthye nga ai, e habitur. Çfarë? Martohesh me mua. Jo sepse mendoj se duhet. Jo sepse është e pritshme. Por sepse dua. Dua të ndërtoj një jetë me ty zyrtarisht.
Dua të zgjohem pranë teje çdo ditë. Dua të plakem me ty, dua gjithçka. Sytë e Elirës u mbushën me lodh. Po. 1000 herë po. Ai e puthi. Dhe në atë puthje ishte gjithçka. Mirënjohje. Dashuri. Shpresë. E ardhme. Dasma ishte e thjeshtë. Vetëm njerëz të afërt. Ardiani ishte kumbar. Ana, kumbare. Ceremonia u zhvillua në kopshtin e vilës në perëndim të diellit. Elira kishte veshur një fustan të bardhë të thjeshtë, pa teprime. Besiani një kostum të çelët. Dhe kur shkëmbyen unazat, kur u puthën si burrë e grua, Besiani ndjeu se më në fund ishte i plodh. Nuk ishte i shëruar. Me siguri nuk do të ishte kur plotësisht i shëruar. Ende kishte ditë të vështira. Ende kishte regres. Por tani kishte diçka që nuk e kishte më parë, shpresë. Dhe shoqëri. Dhe dashuri. Dhe kjo bënte gjithë ndryshimin. Muaj pas dasmës, Elira zbuloi se ishte shtatzën. Lajmi i kapi në befasi. Nuk po planifikonin. Por kur mjeku e konfirmoi, të dy ndjen një gëzim të pamas. Besiani pati frikë. Frikë se nuk do të ishte një baba i mirë. Frikë se do t'i kalonte traumat e tij te fëmia. Frikë se nuk do të arrinte të ishte i pranishëm në mënyrën që fëmia meritonte. Por Elira e qetësoi. Ti nuk do të jesh baba i yt. Dhe nuk do të jesh gëzimi. Ti do të jesh ti dhe ti je i mrekullueshëm. Ky fëmijë do të ketë fat që të ketë ty si baba. Dhe Besiani i besoi. Sepse ajo gjithmonë i kishte besuar edhe kur ai nuk i besonte vetes. Shtatzënia ishte e qetë. Besiani ndoqi çdo konsult, çdo ekografi, çdo moment. Dhe kur më në fund e mbajtën vajzën në krah, një vajzë me sy të mëdhenj dhe flokë të errët, ai qau. Qau nga lumturia. Qau nga lehtësimi. Qau sepse më në fund e kuptonte se çdo të thoshte dashuri pa kushte. Se çdo të thoshte të doje të mbroje dik pa e mbytur. Se çdo të thoshte të ishe i pranishëm pa pushtuar. I vun emrin Klara. Klara Kodra. Sepse ajo përfaqësonte qartësi. Dritë. Shpresë. Dhe Besiani, duke mbajtur vajzën në krah për herë të parë, pa doreza, duke ndjerë lëkurën e saj të butë kundër të tijës, e kuptoi. E kuptoi se prekja nuk ishte armiku. Se prekja, kur vinte nga një vend dashurie, respekti, kujdesi, ishte gjëja më e bukur në botë. Ishte lidhje. Ishte jetë. Ishte shërim. Vitet kalonin. Klara orri. U bë një fëmijë i gëzuar, kureshtar, plot jetë. Besiani ishte babai që nuk e kishte pasur kurrë. I pranishëm. I vëmendshëm. I dashur. Dhe asnjëherë nuk pushoi së përqafuari. Së puthuri. Së treguari përmes prekjes së sigurt se ajo ishte e dashur. Elira vazhdoi punën e saj në ujyqë. Ndihmoi qindra familje. U bë një pikë referimi në fushën e saj. Dhe nuk pushoi së kujdesuri për vëllan, i cili pak nga pak gjithashtu gjeti stabilitet. Ardiani u martua me Anën. Patën 2 fëmijë. Dhe të dyja familjet u bën të pandashme. Të diellat në vil u bën traditë. Dreka të zhurmshme, me fëmijë që vraponin në përkopsht, të rritur që bisedonin në verandë, të qeshura që jehonin në përmuret që më parë njihnin vetëm heshtjen. Dhe Besiani, duke parë gjithë këtë, ndjente një mirënjohje të thellë. Mirënjohje që kishte pasur guximin të ndryshonte. Mirënjohje që kishte gjetur Elirën. Mirënjohje që kishte lejuar dashurinë të hynte në jetën e tij, edhe kur ishte i tmerruar. Sepse në fund ishte kjo që e shpëtoi. Jo terapia, megjithse kishte qenë thelbësore. Jo puna e shërimit individual, megjithse ishte e nevojshme. Por dashuria. Dashuria e Elirës. Dashuria e Ardianit. Dashuria e Klarës. Dashuria që ai mësoi ta merrte dhe ta kthente. Dhe gjithçka filloi me një kravatë të shtrembër. Me një punonjëse që respektoi kufit e tij. Me gjeste të vogla kujdesi që pak nga pak shkrin barierat që ai kishte ndërtuar. Besiani kishte kaluar 2 dekada duke ikur nga prekja. 2 dekada duke besuar se ishte e vetmja mënyrë për t'u mbrojtur. Por Elira i mësoi se kishte një mënyrë tjetër.
Një mënyrë që nuk përfshinte izolim, por lidhje. Nuk përfshinte frikë, por besim. Nuk përfshinte ikje, por përballje. Dhe ai zgjodhi të përballej. Zgjodhi të besonte. Zgjodhi të donte. Dhe ishte zgjedhja më e mirë që kishte bërë ndonjëherë. Sot, Besian Kodra është ende një biznesmen i suksesshëm. Ende drejton konglomeratin e tij. Ende shfaqet në revista dhe panele. Por nuk është më vetëm kaq. Është bashkëshort. Është baba. Është vëlla. Është mik. Është njeri. Dhe kur dikush i zgjat dorën për ta përshëndetur, ai e shtrëngon. Pa doreza. Pa frikë. Vetëm me prani. Sepse mësoj se të prekësh nuk është e rrezikshme. Jo kur është zgjedhje. Jo kur është dashuri. Dhe ky ishte shërimi i vërtetë. Jo mungesa e dhimbjes, por aftësia për të ekzistuar pavarësisht saj. Për të jetuar plotësisht. Për të prekur dhe për t'u prekur. Për të dashur dhe për t'u dashur. Besiani më në fund ishte i lirë. Jo nga kujtimi i traumës. Ajo gjithmonë do të ishte aty diku. Por ishte i lirë nga kontrolli që ajo ushtronte mbi të. I lirë për të shkruar historinë e tij. Një histori ku fundi nuk ishte vetmi, por lidhje. Nuk ishte frikë, por dashuri. Dhe gjithë kjo për shkak të një gruaje që hyri në jetën e tij e maskuar si punonjëse e përkohshme, por që përfundoi duke u bërë arsyeja pse ai më në fund mësoi të jetonte. Elira. Shpëtimi i tij. Partnerja e tij. Dashuria e tij. Dhe kur, në net të qeta, Besiani i mbante dorën ndërsa shinin Klarën të flinte, ai falenderonte. Falenderonte që ajo kishte qëndruar. Që kishte besuar. Që e kishte dashur edhe kur ai nuk e mendonte veten të denjë për dashuri. Dhe pëshpëriste sa herë që mundej. Faleminderit që më mësove se prekja mund të shërojë. Dhe Elira buzëqeshte. Sepse e dinte se ai më në fund e kishte kuptuar. Se dashuria, kur është e vërtet, nuk lëndon. Të mbështet. Nuk pushton. Të predh. Nuk thyen. Rindërton. Dhe ishte pikërisht kjo që ata bën. Së bashku. Për njëri tjetrin. U rindërtuan. Dhe në proces ndërtuan diçka të re. Diçka të bukur. Diçka të përjetshme. Një jetë. Një shtëpi. Një familje. Dhe mbi të gjitha, një dashuri që mposhti frikën. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Besianit dhe Elirës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim shërimi, transformimi dhe dashurie të vërtet, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Ishte prekja e parë te kravata? Dhoma strej e krijuar me kaq shumë kujdes? Letra e grisur? Apo momenti kur Besiani më në fund i lejoi vetes të donte? Çdo ditë ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se shërimi është i mundur dhe se dashuria mund të mposhë edhe traumat më të thella. Pjesëmarrja juaj në komente na frymëzon të vazhdojmë të krijojmë rrëfime që emocionojnë, që transformojnë, që ju bëjnë të besoni se gjithmonë ka shpresë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prekë shpirtin. Deri atëherë.